të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitik. Ndarja e re territoriale administrative i vendos kryetarët e rinj të 61 bashkive përpara një sfide të madhe. Është zhvillimi rural dhe bujqësia, një sektor i cili gjatë 2 dekadave të fundit ka pasur probleme të shumta, probleme të trashëguara, ajsa edhe të gjitha qeveritë nuk kanë arritur që t'i zgjidhin këto problematika. Si do të jetë marrëdhënia e pushtetit të ri vendor me qeverinë për sa i përket zhvillimit të bujqësisë? Çfarë duhet të presin fermerët nga kryetarët e rinj të bashkive të tyre? Sa fonde do t'ju alokohen, cilat do t'jenë kompetencat që do të marrin vendorët? Për gjitha këto çështje do të flasim sot. Me mua në studio, Alban Zusi, zëvendës ministri i bujqësisë. Mirëmbrëma zoti Zusi, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Eguran Vladi është pjesë e panelit sot, ekspert për ekonominë. Mirëmbrëma zoti Vladi, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit gjithashtu. Jusni Guraj është pjesë e diskutimit sot në studio, kënaqësi zoti Guraj që të kam në studio. Faleminderit. Pjesë e panelit edhe Shkëlzen Marku, ekspert për zhvillimin rural dhe bujqësinë. Mirëmbrëma zoti Marku, kënaqësi që të kam në studio. Të dashur miq, përpara se të nis bisedën me të ftuarit e mi në këtë pjesë të parë të emisionit, ndjekim një sert për sa i përket rolit që do të marrë bujqësia me ndarjen e re territoriale administrative. Ndarja e re territoriale administrative i vendos 61 kryetarët e bashkive të reja përpara një sfide të madhe, atë të zhvillimit të bujqësisë. Me reformën e re, ata nuk do të administrojnë më vetëm qytetet, por edhe zonat rurale, duke pasur si kompetencë kryesore zhvillimin e të gjithë rajonit. Bujqësia në Shqipëri është një ndër sektorët që ka probleme të shumta dhe të trashëguara. Toka djerë, copëzimi i fermave, pengesat për të çuar prodhimin në treg, mungesa e infrastrukturës, e financimit të fermerëve dhe informalitetit të lartë janë vetëm disa nga hallet e përditshme të fermerëve shqiptar. Probleme që kërkojnë fonde të konsiderueshme dhe që shkojnë përtej mundësive financiare të buxheteve të kufizuara vendore, çka e bën të domosdoshme bashkëpunimin me qeverinë qendrore. Madje jo vetëm kaq, kërkojnë aftësi të mëdha menaxhuese, për të cilat administratorët e rinj të bashkive ende nuk janë provuar. A do të jenë ata të aftë të zhvillojnë bujqësinë? Rikthehemi në studio. Zoti Zusi, do të marrin më shumë kompetenca vendorët? Unë do të thoja që nga reforma e re territoriale, nga ajo çfarë unë kam parë në 2 muajt e fushatës elektorale, pavarësisht se gjatë gjithë kohës që është promovuar kjo reformë territoriale, janë folur për shumë avantazhe që do sjellë kjo reformë, për menaxhim më i mirë, i përqendruar, mundësi për të marrë më shumë fonde, më pak shpenzime etj. Por asnjëri nuk e ka përmendur përfitimin që do të ketë sektori i bujqësisë në ato përmasa që u shfaq gjatë fushatës elektorale. Pse e them këtë? Unë kam ndjekur disa kandidat, kam ndjekur disa veprimtari elektorale në zona të ndryshme, dhe unë pash që kandidatët për kryetar bashkish e filluan fushatën e tyre me projekte për infrastrukturë, për turizëm, për gjëra të mëdha, për industri etj. Dhe pothuajse të gjithë përfunduan tek problemet e bujqësisë. Pothuajse të gjithë në 2-3 javshin e fundit u kthyen tek kanalet vadice, tek kanalet kulluese, tek kontrolli mbi farat dhe inputet, tek mbështetja, u ndërgjegjësuan, absolutisht u ndërgjegjësuan, dhe unë besoj se fituesi i madh që do të rezultojë nga kjo reformë e re administrative mbas 4 vitesh, ne do ta kuptojmë se ka për të qenë bujqësia. Marrin më shumë kompetenca për ta bërë konkrete tani. Absolutisht marrin më shumë kompetenca. Vet ballafaqimi me fermerët i bëri koshient drejtuesit e ri të pushtetit lokal se ato nuk mund të kenë mirëkuptimin dhe rrjedhimisht edhe votën e votuesve të tyre në qoftë se nuk do të merren me çështjet e bujqësisë. Por ato nuk mund të merren me çështjen e bujqësisë duke bërë të tretin, duke bërë telefonin e prishur. Pra ato të marrin problemin nga elektorati i tyre, të na sjellin në Ministrinë e Bujqësisë dhe ne t'ju çojmë aty. Kjo formë ka qenë deri më tani. Kjo ka qenë deri më tani. Me ndarjen e re, çfarë fitojnë ata më shumë për bërë për votuesit e tyre? Menjëherë, reforma e parë që do të bëhet është delegimi pranë pushtetit lokal i menaxhimit të kanaleve kulluese dhe të kanaleve vadice, kanaleve parcore. Do ju kaloj atyre jo vetëm stafi, por edhe mjetet e punës, por edhe fondet në dispozicion të këtij shërbimit. Kështu që ky është elementi i parë, reforma e parë, përgjegjësia e parë që pushteti vendor do të marrë. Do ndodhi brenda këtij 6 mujore? Patjetër. E kemi filluar përgatitjen e kësaj, kemi filluar
ka rreth 2-3 muaj që janë përgatitur aktet legislative, aktet nënligjore, VKM-ja e qeverisë po përgatitet për këtë dhe sa po tjetë ristrukturuar pushteti vendor, me njëherë ne do të fillojmë edhe transferimin. Zoti Vladi, ju si e shikni këtë kalim kompetencave? Unë e kam thënë edhe më përpara, unë e shikoj realisht shumë interesante. Në pamjet parë është për të vlerësuar sa më afër punës të shkojnë kompetencat dhe ndoshta ky duhet vlerësuar si një nga arritjet e kësaj reformës administrative. Megjithatë, vetëm pak doja të ndërprisja zoti Vladi, edhe kandidatët për kryetar të djathtës, edhe të majtës, pothuajse të gjithë kanë thënë që një nën kryetari joni do jetë i dedikuar për çështjet e fshatit dhe çështjet e bujqësisë. Se nuk e menaxhojnë dot vetë, kështu që edhe për mbështetje. Jo, ato e kuptuan, qoftë të majtë, qoftë të djathtë, thanë që ne do të përcaktojmë një nën kryetar. Asnjëri nuk e filloi fushatën me këtë premtim, por gjatë fushatës dhe nga fundi fushatës, qoftë të majtët, qoftë të djathtët, duhet mbështes atë që sapo thot Vladi, të gjithë arritën në këtë konkluzion. Çështja është se ne dim më mirë se sa ata kandidatët. Që tani kemi kryetar, mos flasim më për kandidat, që tani kemi kryetar, se çfarë pune i pret ata në këtë drejtim. Unë duhet të vlerësoj ato që thash në fillim, se skematikisht është patjetër, është një nga qëllimet që duhet përshëndetur, kjo reformë administrative. Pjesa tjetër është për të vënduar të kokës, sepse e para, kjo reformë administrative nuk ka marrë parasysh në asnjë pikë të vetën nda çështjet e demografisë. Që do të thotë? Problemet e vendosja e popullsisë në Shqipëri nuk është në mënyrë proporcionale ose afërsisht proporcionale, në mënyrë që shfrytëzimi i tokës dhe i resurseve natyrore të jetë në një përpjestim pak a shumë të drejtë me numrin e popullsisë, me burimet njerëzore. E para. Dhe e dyta, unë nuk duhet të bëj debat që tani me zotin Zusi, se nuk kam duhet t'i referohem më shumë temës tuaj, por ajo është një fjalë goje, do të caktojmë një nën kryetar për bujqësinë. E para, pra si që thash, nuk është këto gjëra, se cila bashki ka specifikat e veta. Dhe qeveria nuk mund të prodhoj, unë nuk besoj se qeveria mund të prodhoj një akt nën ligjor apo akte të tjera regulative, të cilat të jenë standard, ashtu si që është bërë deri tani dhe ashtu si që bëhet normalisht, të cilat të jenë standard për të gjitha bashkitë e vendit. E para. Dhe dyta, dhe që ka shumë rëndësi, përsa i përket burimeve njerëzore, ku të t'i gjejnë ato në kryetarë cilit janë të specializuar? Ma keq kuptove, unë nuk thash se ne do ju themi që të caktoj një nën kryetar. Unë thash arritën vetë në konkluzionin, unë kam dëgjuar për shembull kandidatin për kryetar edhe të Tiranës, edhe të Kavajës, kur thanë që ne premtojmë që do të kemi një nën kryetar për bujqësinë. Më thash, ishte një shkallë ndërgjegjësimit, nuk është se ishte... Nuk është kërkesë ligjore, as që mund të bëhet nga qeveria absolutisht. Çështja është, ajo çfarë unë pres, jo nga bashkëbiseduesi im këtu në studio, po ajo që pres nga qeveria është e para ligji për funksionimin e pushtetit lokal. Ne kemi bërë një ndarje administrative, kemi zgjedhur 61 kryetar bashkish dhe nuk kemi ndryshuar ligjin për funksionimin e pushtetit lokal. Pra nuk kemi bërë anë dhe nuk kemi bërë anë pavarësisht se bujqësia në shumicën e këtyre bashkive është elementi kryesor i zhvillimit, jo në të gjitha. Por në një pjesë të tyre që kanë është elementi kryesor i zhvillimit, është elementi kryesor, është drejtimi kryesor i ekonomisë në shumicën e bashkive, për shkak të bujqësia dhe blegtoria. Pra, nuk ka një bazë ligjore thuatim mbi cilën do të veprojnë kryetarët e rinj bashkive. Jo, në draft mund të ketë, ka një bazë ligjore e cila lidhet me funksionimin e drejtanishëm të pushtetit lokal. Nuk është perfekte, por mund përmirësohet, por ka një bazë me cilën mund të filloj. Ka një bazë. Ose, zoti Bura? Duke vazhduar të ku e lanë para folësit, reforma administrative është një nga reformat më të mëdha që mbahet me një gjatë. Janë nga reformat që mbahen mend edhe 100 vitet e ardhshme, nëse do vazhdojnë kështu.
kjo reformë administrative ka përfundu vetëm pjesën e saj politike. Pjesa që tha zoti zëvendës ministër, kalimi kompetencave, është kalimi kompetencave që ka Ministria e Bujqësisë aktualisht dhe do t'ja kalojnë kryetarit të ardhshëm të bashkisë, ose kryetarit që janë aktual. Deri tani ka bëhë vetëm hapin e parë që është ndarja territoriale, jo pjesën e administrimit kjo është pjesa politike, ndarja territoriale është pjesa politike. Tani pjesa administrative, reforma administrative të cilat do të kalojnë në parlament. Është bërë si është bërë kjo reforma e hartës, përcaktimi e hartës, tani është e domosdoshme që reforma e decentralizimit të vazhdojnë me dyja palët politike, edhe me opozitën, edhe me pozitën. Sepse kjo është një reformë afat gjatë, që duhet vazhdojnë për kohë shumë gjatë. Mendoni se mund të arrihet kjo duke pasur parasysh se të paktën në pjesën e parë të procesit, që ishte pjesa politike, ose debati politik nuk ishte duhet gjendet konsensus patjetër, sepse kjo nuk është reformë që e bën një palë politike. Në të ardhmen pastaj mund dalë opozita e sotme, mund të jetë qeveri thotë nuk më pëlqen kjo reformë, do të bëj një reformë tjetër, nuk mund të vazhdohet më kështu, dhe kjo nuk është nga reformat që vazhdohet kështu. Nuk është si pjesa që quhet reformë, fakt unë quaj zbatim ligji atë pjesën e mbledhjes së energjisë këto merat. Po kjo do ketë ndikim tek gjithë qytetarët dhe duhet filluar me kompetencat në decentralizim. Demokracia e vendore. Është vonë qeveria në delegimin e Po kompetencave besoj 2 vitet e para këtyre kryetarëve të bashkisë do ju ikin pa bërë asnjë punë. Asnjë premtim dhe asnjë punë. Sepse kjo nuk është reformë që bëhet për 2 muaj, për 3 muaj apo për 4 muaj. Do hajnë pjesën kohën e vetë edhe pjesa e konsensusit, sepse nuk është e lehtë të arrihet konsensus. Për 2 vjet duhet të presim në stand-by. Kam përshtypjen që për 2 vitet e para kjo do të jetë një problematik shumë e madhe, edhe premtimet që janë bërë. Kjo është sa për intermezzo, kjo është si vendimi për ndeshjen që do luhet me Serbinë në Shkodër, stadiumi nuk është gati. Duhet kuptojnë. Thamë që deri tani është bërë vetëm ndarja territoriale, pjesa e administrimit ka akoma shumë punë. Megjithatë nuk fillohet nga zero. Pushteti vendor, komunat e mëpërpashme dhe bashkitë kanë pas më pak territore rurale, ku mund të shtojnë veprimtarinë e tyre në bujqësi, por sidomos komunat kanë pas edhe më përpara disa funksione që ndarja e re territoriale nuk i prek të funksione bazë, vetëm që mund t'i qartësoj. E para, taksa e tokës bujqësore është një taksë vendore. Pra, komunat dhe bashkit për gjithë territoret, siç taksën e apartamenteve që paguajmë në qytet, edhe komunat kanë pas mundësi të grumbullojnë taksën e tokës bujqësore. Ka një ligj që është bërë dhe është miraturë 2003. Si dhe ta ndryshojnë kryetarët e rinj nga 1 janari 2016 në bazë të propozimeve që do bëjnë paketë fiskale. Pra, ky ligji për taksën e tokës bujqësore nuk ka nevojë të ndryshohet, ka nevojë të zbatohet. Ligji ka ekzistuar që në 2003, pavarësisht se komunat edhe bashkitë për arsye paaftësie dhe për arsye populizmi nuk e kanë mbledhur dhe si pasojë nuk kanë pas të ardhurat mjaftueshme, sepse ky ka qenë një nga llojet e tani do detyrohen që ta bëjnë këtë gjë. Ka një funksion tjetër, mirëmbajtjen e disa aseteve. Tani do detyrohen që ta bëjnë këtë gjë, do ta kenë të domosdoshme për shkak se duhen para. Detyrimi është një taksë që pushteti vendor do ta mbledhin apo s'do ta mbledhin në varësi të... Tani se kanë mbledhur, e vendosen përpara sfidës që mbledhja të ardhurave do bëhet domosdoshmëri. Një copëzimi në 370 sa 350.000 ferma, do diskutojmë. Në 370 sa njësi vendore që kemi pas, e bën të pamundur zbatimin e ligjit dhe bën të pamundur edhe kontrollin ndaj zbatimit ligjit, sepse ky lloj fragmentarizimi vështirëson më shumë. Gjithsesi çdo komunë ka pas një kryetar komune. Sigurisht ka pas një kryetar, por në një territor edhe zgjedhja e kapaciteteve më të mira njerëzore për të menaxhuar më mirë territorin, nëse tentojmë që brenda të njëjtit territor të zgjedhim 15 ekipe, apo gjithë bashku të bëjmë një ekip të mirë, e kemi më shumë mundësinë për të bërë një ekip të mirë gjithë bashku dhe për të përdorur më shumë eficiencë. Një ndërhyrje të vogël te pjesa e reformës. Kjo është, unë e përmenda edhe pak më parë, kjo është një nga reformat që është për të përshëndet nga kjo qeveri, por në qoftë se kjo reformë nuk do menaxhohet mirë, do të na sjellë probleme të jashtëzakonshme. Të tipit? Të tipit të shkëputjes së banorëve të fshatrave të thella me qendrat e qyteteve. Shkëputja në infrastrukturë, shkëputja në investime dhe shkëputja në shërbime. Pse do të vinë kjo? Kjo do të vinë sepse ne kemi sot bashkitë e mëdha, qytetet e mëdha, ka një problem elementar 6 orë ujë në ditë të kanë.
Qa do të zgjidh përpara kryetari i bashkisë? Do të zgjidh problemin e qytetit, një rrugë në qytet, një shkollë, apo furnizimin me ujë të pishëm, apo do të zgjidh problemin edhe një fshati shumë të thellë që ka do kanal vaditës, do sistemime, do punim tokës gjitha. Kjo gjë arrihet me stafet përgatitura, dhe unë mendoj që ndoshta në kompetencë të kryeministrit mund të ngrihet një komision task force që të bëjë një identifikim dhe një krehje të gjitha 327 komuna sa kanë qenë. Mos duhet ta kishin bërë këtë zoti Gura, sepse tani e kemi në fazën që ka hyrë në proces. Po më mirë vonë se kur tani, dhe kjo duhet bërë që të bëhet një krehje e gjitha komunave dhe bashkive që nuk do të ekzistojnë më, të bëhen bilancet ekonomike. Kanë filluar ta bëjnë këtë gjë në fakt. Po kjo do të bëhet në mënyrë pjesë e transferimit të taseteve dhe dokumentacionit. Ata po bëjnë transferimin e dhënave, po marrin transferimin. Unë e kisha në kuptim tjetër, duhet të bëjnë krehje të punës që kanë bërë deri tani. Ata që kanë punu mirë, shkojnë të propozohen për të dekoru ke presidente, po ke kryeministra, ke kryetari dhe arsiqëm i bashkisë, ata që kanë bërë punë, kanë marrë vendime të kundralishme, kanë marrë pasuritë e zonave, i kanë dhënë me koncesion që zona nuk përfiton asgjë. Është një proces i cili duke u bërë aktualisht, por që ende nuk ka të dhëna konkrete. Duhet fillu këtu ke korrupsioni, sepse korrupsioni në zonë pra, ne këtu po flasim më shumë se sa kanë jashtëzakonshëm. Më shumë se sa thjesht të shohim çfarë është bërë dhe të penalizojmë apo të dekorojmë ata që kanë punuar mirë apo keq, për të shohim se njësitë e reja vendore, pushteti i ri strukturuar vendor, sa do mund të shtrojë. Një nga problemet që kanë pas njësitë e vogla vendore, si pasojë e fragmentarizimit, kanë pas një çështje të përcaktimit prioriteteve. Një komunë e vogël thotë unë duhet bëj këtë kanalin këtu, komuna tjetër ngjitur thotë unë kam problem këtë rrugën që shkon ke shtëpia ime sigurtar. Dhe kjo ka bërë ndërkohë që ndoshta duhet asnjë rast tjetër, por duhet diçka tjetër që ju shërben më mirë të dyjave. Mundësi për harmonizim të planifikimit territorit dhe bërjes së objekteve apo të ndërhyrjeve ndërsektoriale. Kjo ka sjellë që rrugët e fshatrave janë një kalimshe të gjitha sot nga këta kryetarët e komunave që kemi pas. Pikërisht pra, sepse janë nisë nga prioritete shumë të vogla dhe shumë të ngushta. Njësitë e reja sot kanë mundësi të bëjnë një planifikim territori dhe teorikisht sa do ta ushtrojnë, kjo është një gjë tjetër që ngjitet para parë. Por potencialisht kanë mundësi për të bërë planifikim territori më të mirë dhe përdorim më eficient burimeve njerëzore dhe financiare se sa sistemi më përparshëm. Kalimi i kompetencës së vaditjes dhe kullimit. Sa të aftë janë kryetarët e rinj bashkive për ta bërë këtë gjë? Pasi duhet të jesh menaxher i mirë, ju folët që kanë qenë premtimi për nën kryetar, po jo të gjithë kanë mundësi të marrin një nën kryetar që ka njohuri dhe fushë ekspertizë bujqësinë, ndërkaq që është realitet që tashmë ata po operojnë dhe zhvillimi rural do të varet prej tyre. Jeni ju skeptik të paktën për një pjesë prej tyre përsa i përket mënyrës se do ta menaxhojnë mirë këtë kompetencë të parë që do t'ju kaloj brenda pak muajsh? Absolutisht nuk kemi asnjë lloj skepticizmi, përkundrazi kemi optimizëm që ato do ta bëjnë shumë më mirë. Sepse nëse deri më sot kryetarët e pushtetit lokal shpesh herë fshiheshin edhe mbas gishtit, se banin edhe ndonjë deal me drejtorat e bordeve të kullimit që ma pastro këtë kanalin apo këtë cepin këtu që është afër me, dhe ndërkohë fshatarëve të tjerë thonin s'kam ç'a të bëj sepse drejtori nuk varet nga unë, varet nga ministria, ndërkohë që ai mbaronte punët e tij aty. Ku keni garanci që s'do i bëjnë këto deal apo marrëveshje edhe tani? Jo, nuk e bën sepse do humbasi votat. Ka përgjegjësinë e ka direkt, ai nuk mund thoj më, nuk e ka mundor tani këtë. Në fakt ai bënte vetë zgjedhjen e gabuar përmes këtij dealli që po them unë, por fshihej mbas faktit që nuk e ka mund kompetencë, nuk ka mund se ç'a t'i bëjë, ndërsa sot i ka ai edhe drejtorin, do ketë edhe mjetet në dispozicion, do ketë edhe karburantin në dispozicion, ka edhe fondet në dispozicion, dhe ai nuk mundet më të fshihet mbas kësaj. Për sa i përket menaxhimit nga pikpamja teknike etj, ne aty jemi, ne nuk u shkrim si ministri, ne drejtoritë tona përsëri do t'i mbajmë për t'i dhënë asistencë teknike, për t'i monitoruar. Premtimet e fushatës janë bërë sikur s'do ketë më ministri bujqësie. Jo. Absolutisht. Do ulin naftën, do ulin çmimin e parave. Drejtoritë tona do jenë aty. Përmirësojmë kanalet e vaditës. Ministria e bujqësisë i ka këto funksione. Atëherë, ka një koncept të ri për menaxhimin e punëve në bujqësi. Dilni ministri pa portofol. Jo, ka një koncept të ri, nëse keni dëgjuar dhe ne do ta shfaqim akoma dhe më tepër, ka një koncept të ri.
Ne po përpiqemi ta largojmë Ministrinë e Bujqësisë nga përgjegjësia për t'i bërë gjërat. Ne duam që Ministria duhet jetë politik bërëse. Duhet jetë bravo. Duhet jetë politik bërëse. Zbatimin le ta bëjnë të tjerët, le ta bëjnë qoftë organet e pushtetit lokal, qoftë institucione private, në partneritet publik-privat, institucionet pavarura. Ne si ministri, ne duhet bëjmë politikat, duhet orientojmë politikat dhe duhet të kontrollojmë zbatimin e tyre. Zoj Vladi? Do jenë të aftë kryetarët e rinj bashkive për të menaxhuar kompetencat? Shumë e bukur për të qenë e vërtet. Ne po diskutojmë planin teorik. Po ndodh hekuran. Ama, ajo çfarë ka ndodhur për të kaluar edhe tek uji, por ajo çfarë ka ndodhur me ndarjen territoriale është praktikisht dy gjëra janë pasur parasysh. Votat dhe votat politike, ato çfarë tha kolegu më përpara, dhe maksimumi që është përmendur në diskutimin e një anshëm, dhe ne nuk po futemi në diskutimin se pse opozita, që për mua ishte një ndër gabimet fatale të saj që nuk mori pjesë për të dhënë konsensusin dhe ose për ta marrë konsensusin. Si u nda territori për të influencuar majtas apo djathtas. Tani kemi ca territore më të mëdha se sa ato më përpara. Po i kemi si mund të menaxhohen. I kemi territore më të mëdha, po ajo, shive, nuk është pasur parasysh. Maksimumi që është diskutuar çfarë këngësh këndojnë treva të ndryshme, dhe diskutimi me shqiptarësh ishte se jo, unë jam mirditor, unë jam Dibron dhe ky fshati sigurisht realitetet socio-ekonomike janë pjesë e një ndarje territoriale dhe një planifikimi territori. Çështja është se një realitet ekonomik duhet të merrej dhe të vendosej në një realitet të ri politik. Nuk ka jo realitete politike. Reforma nuk duhet bë me realitete politike ashtu siç u bë. Duhet bë me realitete sociale. Por ekonomike në fillim. Sociale dhe ekonomike nuk mund të përjashtosh të dy. Në fillim do të diskutohet. Ne bëjmë marrëdhënie ekonomike nëse kemi mundësi të ndërtojmë edhe marrëdhënie sociale. Fali sekond. Planifikimi territorial dhe zhvillimi i marrëdhënieve mes njerëzve, se në fundit marrëdhëniet ekonomike janë marrëdhënie mes njerëzve. Dhe nuk mund të ndërtojmë marrëdhënie ekonomike nëse nuk kemi mundësi të ndërtojmë marrëdhënie sociale. Pra çdo ndarje territoriale në bazë saj, përveç relievit dhe aksesit, mundësisë aksesit, duhet ketë edhe ngjashmërinë sociale dhe ekonomike, lidhjet sociale dhe ekonomike. Dhe në fakt, relievi në vetvete ka influencuar zhvillimin e këtyre marrëdhënieve sociale e ekonomike. O zotëri, tash a do më lësh të flas unë ta mbaroj idenë dhe pastaj je apo to. Se kjo është teori, është lëzën. Je ndikuar zotëri nga mësimdhënia në universitet. Dhe nuk janë, ose të paktën ti porosisim studentët tu dhe ta ngjojnë. Që ta përsërisin atë mësimin, ta majnë me Po bëj 20 vetë që të punë po bëjnë terren. Po flasim praktikisht, o zotëri, po flasim praktikisht sepse çështja e lëvizjeve të mëdha demografike pas 90-s ka vendosur Shqipërinë në një realitet, në një nonsens ekonomik. Përqendrimi i popullsisë në 2 ose 3 qendra kryesore ka shkaktuar një problem shumë të madh me të cilin ne do të ballafaqohemi në të ardhmen. Unë mendoj që me këtë ndarje administrative, qeveria, politik borsit, duhet ta kishin pasur parasysh domosdoshmërisht çështjen e një rindarje burimeve natyrore të vendit. Do të kthehen shumë prej politika, duhet kishte menduar dhe duhet filloj të mendoj menjëherë për zhvillimet qëndrueshme ekonomike. Shumë prej këtyre që kanë ardhur në Tiranë nuk kanë shans të kenë një punë apo të ardhura dhe që në mundësi që të sigurojnë jetën e tyre dhe do kthehen në vendet nga kanë ardhur, apo do shkojnë të blenë toka dhe të zhvillojnë dhe të merren me prodhime bujqësore dhe blegërale. Kjo çështje nuk është pasur parasysh fare dhe janë ndar zonat në një si ai byreku i Qerosit, në një formë që është shumë më vështirë se sa po të ishte bërë më parë. Edhe herë, unë kam qenë dhe vazhdoj të jem mbështetës i kësaj ndarje territoriale, lista e gjatë e gjërave të këqija dhe poshtërsive që kanë ndodhur në 374 njësi vendore. Ama, ne po flasim në këtë realitet politik, tani, ne do ta marrim. Ne do ta marrim që ishte pozitive të gjithë janë Ne do të marrim, do të mundohemi të përshtasim një formulë ekonomike dhe kur gjë shkëlqejnë unë që thotë se shumica e bazës ligjore dhe rregullative për zhvillimin ekonomik të këtyre njësive vendore është gati, unë nuk jam dakord. Formalisht është gati, po të kishin me jurist në tavolinë,
është pothuajse gati për juristët. Ne jemi ekonomistë tu. Dhe ne e dim shumë mirë se nuk është gati dhe duhet kapur historikisht ne kemi pas dhe vazhdojmë kemi problemin me ligje të mira në letër që nuk i zbatojnë. Për të bërë plotësisht funksionale njësitë e reja vendore, do duhen edhe 2 vjetë, unë bie plotësisht dakord me ju. Por ama ndërkohë gjatë këtyre 2 vjetëve, kemi mundësi që këto njësi vendore të përdorin legislacionin aktual për të mos në nejt. Kanë mundësi të ushtrojnë disa pjesë kompetencave, ndërkohë që zhvillohet shqetësimi e Hekuranit është shqetësimi e Hekuranit është plotësisht i drejtë. Nuk i kemi. Hekuran, shqetësimi është plotësisht i drejtë se ne s'mund bëjmë ndarje ku njerëzit pastaj na ngelen pa punë. Por unë shqetësimin tënd do t'i përgjigjem me 2 gjëra, me 2 shembuj konkret. Rasti i parë, jo më larg se dje, isha me disa investitorë italian, të cilët thanë, në një zonë të caktuar diku afër Tarantos, nuk më kujtohet emri tani, që ka një zonë mbushur plot me vreshta etj, dhe popullsia e asaj zone tash 20.000 banor, të punësuarit në atë zonë në vreshta është 20.000 banor. Pse? Sepse vinë edhe nga Brindisi dhe nga Bari, ditë për ditë me autobus, 1 orë rrugë, vinë njerëzit, punojnë në vreshta, në pemtari, kthehen prapë në shtëpiat e tyre. Pra 20.000 banor, çdo ditë bëhet 40.000 banor për shkak të punësuarve. Prandaj, nuk është ndonjë qamet i madh që nga Kamza, nga Bathorja, ne ti marrim njerëzit me autobus, ti çojmë fushkuqe, jo kamarier, por shkoj për të punuar, shkoj të punoj në vreshta, shkoj të punoj në vreshtat e fushkuqes, që janë vetëm 30 minuta larg, edhe të kthehet përsëri. Sepse shumë shpejt do ta shohësh që gjithë fushkuqe, që i ka tokat bosh, do të mbushet e gjitha plot e përplot. Do ta themi gjatë emisionit sepse do të mbushet. E dyta, kemi zonën e malësisë së Korçës. Malësia e Korçës para çlirimit, por edhe në kohën e Partisë Punës, ka pasur diku tek rreth 50.000 imta. Sot ka 3-4.000 imta. Nuk kemi arritur ende të hapim eksportin. Është një reformë që është në proces e sipër, ka kaluar fazën e parë të diskutimit në interministerial, shumë shpejt mund kaloj edhe në qeveri, për çështjen e sigurisë ushqimore, po fundi ajo që doja të thoja është kjo. Në momentin që ne do hapim eksportin e imtave drejt vendeve të Bashkimit Evropian, ajo zonë, ajo malësi do të filloj të ketë përsëri jo 3-4.000, por do shkoj 30-40. Po kalojmë edhe tek ajo çështje. Por çështja është këtu që ne duhet ju japim mundësi dhe nuk duhet ta shohim si një gjë të dhimbshme, as si një kthim mbrapsht, nëse ca njerëz që kanë ardhur nga malësia e Korçës për një jetë më të mirë në Tiranë dhe po rrinë në Tiranë dhe pothuajse edhe po degradohen, po disintegrohen, ato të rikthehen përsëri atje mbrapsht dhe bëjnë atë gjë, por me oportunitete të reja. Pra në vend që të rri në Tiranë për të marrë 3 rroga 300.000 lekë me 600.000 lekë muaj, ai mund të jetoj me 2-3 milion lekë muaj atje dhe vjen e bën jetesën. Po ku e keni garancinë që kjo do ndodh pasi eksperienca e viteve të fundit ose 2 dekadave të fundit ka treguar që shumë shqiptar që kanë jetë që jetojnë në zonat rurale kanë preferuar të shkojnë në vendet fqinj, në Greqi të punojnë bujqësi, ndërkohë që tokat e tyre i kanë lënë djerë. Sepse nuk ju kemi dhënë ato oportunitetet e reja që i thotë Shkelzeni. Ne ju kemi thënë ktheuni për pa oportunitetet e reja. Si do i krijojnë këto oportunitete Bashkia e Re? Për zonat, se unë jam shumë dakord me rastin që parashtruat ju. Tani, kjo reform ka 2 anë. Ka anën shumë pozitive që është bërë, nëse do ndiqet. Unë jo më kot thash pak më parë që duhet ta fillojmë tek korrupsioni. Ky vend ka një problem shumë të madh, ka korrupsionin. Nuk ecën zhvillimi ekonomik me këtë lloj korrupsioni që kemi pasur. Nuk e nisa vetëm aty. Tani duhen bërë që këto zonat krijohen të jenë zona sa më atraktive. A është vizioni i kryetarëve të ardhshëm bashkisë që deri tani ne e shohim që figurat janë të 3-4 hershme për kandidat për kryetar bashkie, a kanë stafet e nevojshme që të krijohen mikrozona agroturizmi. Sot në Shqipëri, domethënë, njerëzit po i rikthehen prodhimeve bio, po i rikthehen udhëtimeve në fshatra, në lokalitete të vogla, në gjitha me radhë. Këto, me çfarë lloj mekanizmi çfarë garancie kemi ne që kryetari i ardhshëm i bashkisë do t'i bëj këto? Në të kundërt, do të kemi, dhe duhet ta përmend edhe këtë, do të kemi nëse reforma nuk do funksionojnë mirë, nëse nuk do kemi aftësinë e implementimit të reformës, ne do të rrezikohemi nga një migrim siç kemi kaluar në vitet 90.
zonat e fshatrat e thella, fshatrat me 100 banor. Atje nuk shkon dot një rrugë për 100 banor, nuk shkon dot një kanal vaditës për 100 banor. Si do bëhet atraktive kjo zonë? Ata do t'ikin. Do vinë drejt qyteteve. Në zonat e reja periferike të bashkive të reja. Ky është një problem që më shumë gjas do ndodh, ky nuk do ndodh. Ajo çka folëm deri tani. Do ndodhi më pak se çka ndodhi përpara. Atëherë, një hapësirë shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi më njëherë në debat. Rikthehemi në studio pas kësaj hapësire publicitare. Zoti Marku, ekziston rreziku në Shqipëri që shqiptarët të migrojnë në rast se nuk do të funksionojë reforma territoriale apo kryetarët e bashkive nuk do të menaxhojnë siç duhet zhvillimin rural? Nuk e kemi menaxhuar, kryetarët e komunave bashkive më përpara, nuk e kanë menaxhuar siç duhet dhe nuk i kanë ushtruar ato pak funksione që kanë qenë më përpara. Jemi në këtë aktuale tashmë. Rrezikohemi? Shqetësimi që ngriti zoti Gura? Ne nuk kemi një ndryshim të situatës vetëm për faktin, ne nuk kemi një përkeqësim të shanseve për faktin që i kemi zmadhuar. Ne kemi një përmirësim të shanseve, dhe them përsëri, përmirësim të shanseve. Në qoftë se kryetari i bashkisë, atëherë më lësh që të heqë edhe unë dyshimet që i kam edhe si drejtues e emisioni, por mund të kenë një pjesë e teleshikuesve. Në qoftë se unë si kryetari i ri bashkisë, përveç qytetit, kam në kontroll edhe 10 zona rurale të cilat mund të kem shumë kilometra larg. Fokusi i parë me shumë problematika të qytetit mund të jetë tek ata qytetar apo votuesmit cilët i kam afër. Dhe ata cilët i shoh çdo ditë dhe që më presin mua tek dera e bashkisë. Ndërkaq që duke pasur mundësitë e kufizuara financiare, mundësitë e kufizuara në staf cilat nuk i mohojnë pasi janë problematik dhe kanë përcjell tilla për shumë kohë. Sa do jetë vëmendja ime, edhe zgjidh hallin e njerëzve që më presin te dera, edhe ata atyre që kam kilometra larg. Në shumicën e territorit, për të bërë gjithë gjërat. Në 20 vitet e mia të eksperiencës. Për këtë jam duke thënë që ekziston ky rrezik. Në rreth 20 vite eksperiencë kam punë nga Konispoli deri në Vermosh, në për zonat rurale, dhe më ka radhë takoj pothuajse gjithë kryetarët e komunave të disa mandateve. Funksionet kryesore që komuna e vogël atje në një zonë të thellë malore që ka ofruar për popullsinë është dhënia e certifikatës të ndihma ekonomike. Nuk kanë realizuar funksionet zhvillimit ekonomik përveç luajtjes rolit sekserit. Pikërisht atë që tha Albani. Aktualisht ekziston ky rrezik që unë nëse komunat e reja, nëse bashkitë e reja luajnë vetëm këtë rol, do bëjnë si ato. Ekziston rreziku, nuk po diskutojmë, mund të kenë vullnet shumë të mirë që të zgjidhin gjithë gjërat. Nuk ekziston rreziku që kjo të rrisë më tepër. Ekziston mundësia që kryetarët e ri të kenë mundësi të planifikojnë në mënyrë strategjike bërjen e objekteve që influencojnë disa fshatra, sepse këto mundësi nuk kanë qenë më përpara vetëm për faktin se dy kryetarët e komunave nuk merren vesh ose për interesa personale, ose për interesa politike, sepse ishin dy partive të ndryshme. Gjithsesi, kur ka projekte publike, ndërhyn qeveria më pas edhe roli... Nuk ka ndërhy shumë më përpara qeveria, dhe unë në rastet e menaxhimit të disa projekteve që më ka rastet marrë, kam pas disa raste ku kam ndërhy dhe në një mënyrë me forcë duke u pezulluar fondet dy kryetarëve dhe duke u thënë, nëse nuk e bëni së bashku, nuk do keni fonde asnjëri. Nërsa qeveria me populizmin që kanë pas gjitha qeverit, nuk kanë ndërhyrë në këtë mënyrë. Dakor, që të mbetemi në rastin konkret. Po, shembulli i asaj çfarë ne po trajtojmë ka ndodhur dhe ka ndodhur në mënyrë nga më monstruozet. Për shembull, në Dibër është akoma problemi i furnizimit me ujë qytetit, se ajo komuna atje në Kalat Dodë, se Slov, ka burimin, ajo thoshte nuk dua. Ai ishte boj bashkë me banorët e kryetari X i asaj komune. Aktualisht çfarë ndodhi? Unë vlerësoj që teorikisht është afruar zyra e shërbimit tek vendi ku shërbehet. Praktikisht? E thashtë edhe në fillim. Ama, ka një kusht madh. Ka një kusht madh ato që zoti Pisni e përmendi më përpara. Reforma e decentralizimit e cila duhet të, pavarësisht se nuk, për mua nuk është e përshtatshme në këtë formë, por duhet ndërhyrë urgjent në mënyrë që kompetencat... Po, dhe konsensusi është absolutisht i domosdoshëm, po në mënyrë që nëse rajonet, nëse këto bashki që kemi ne,
ne i arrim të organizojmë në formën e rajoneve, për shembull në Itali. Atëherë, kjo, pra, teorikisht ne jemi në rregull. Praktikisht farë në ndodhë, se teorikisht jemi që në rregull gjithmonë, edhe me ligje, dhe me struktura, dhe me... Ajo çfarë do ndodhë praktikisht, ne këtu kemi për detyrë. Ekziston hapësira që do të mos vijmë në njëta gabime. Ne mund të listojmë. Ekzistojnë gjitha potencialet. Jo, ma potencialet nuk ekzistojnë. Mundësi teorike po. Potencialet që potencialet ekzistojnë në bërët, se të shina në lodhët. Dakor. Ne kemi një kryetar bashkie në Maliq. Jam i sigurt se është njëri i mrekullueshëm, se e kanë votuar, domethënë, për vitin e 16, pra 20 vjet, ai do kap rekordet e Enverit. Por unë jam shumë skeptik se ai njeri është aq i zoti që në fushën e Maliqit do të bëjë një gjë më të mirë se sa e ka bërë deri tani. Dhe unë po flas, nuk duhet të merrem me personin fjalë, edhe herë thash. Patjetër që është i mrekullueshëm. Po për sa i përket kapaciteteve intelektuale dhe zhvillimore që këto burime njerëzore të rishpërndara tashmë në formë më të përqendruar, i kanë mundësitë që t'i bëjnë më mirë se zyrat e Ministrisë Bujqësisë. Këtu, për një moment, ne flasim si njerëz që më të shkolluar, apo si njërës që kemi provuar eksperiencat tjera më të forta, pavarësisht se në radhët e teleshikuesve ka patjetër që e dinë më mirë se ne këtë punë. Por detyra ime këtu është të shoh gotën gjysmë të mbushur, sepse përndryshe ato njerëz pendohen që tani se pse votuam për to. Lidhur me shqetësimin që ka Aurora, se mund t'ju shërbet më mirë edhe teleshikuesit, që e ngritët ju. Që mund ju shërbet më tepër njerëzve në bashki, në qytet, se sa njerëzve në fshat. Si risk ekziston. Si risk ekziston, por... Kur bëhet një reformë, merren parasysh edhe anët pozitive që mund sjellë dhe anët negative. Kto që po, më fal një sekond se të ndërpreva, kto që po them unë, pjesa e migrimit është një risk i mundshëm. Pra, reforma administrative duhet i dalë përpara kësaj. Ai ka qenë gjatë gjithë kohës prezent, nuk është i mundshëm. Ai ka qenë prezent gjatë gjithë kohës. Risku i migrimit është më i madh tani. Për mendimin tim, nuk e ka rrit riskun e migrimit. Absolutisht, tani është më i vogël. Ka qenë aty. Jo risku, po ka qenë prezent fenomeni i migrimit. Fenomeni i migrimit ka qenë prezent, por... Ajo që unë shoh, potencialet për të ndërhyrë në redukimin... Pra, dhe vetëm me të shërbime. Pa mundësi jetese do migrojt. Po pra, janë dy gjëra, duhet ndajmë çik temën. Shërbimet e përgjithshme dhe mbështetjen për sektorin e bujqësisë janë dy gjëra të ndryshme. Nëse ndajmë, shërbimet bazike kanë qenë ndarja ekonomike, dhënia e certifikatave, këto dy në shumicën e komunave në Shqipëri, këto dy kanë qenë shërbimet kryesore që ka dhënë komuna. Tek pjesa e zhvillimit ekonomik, ka bërë shumë pak. Ka një marrëdhënie, të lutem se më ndërpreve një 2-3 herë. Atëherë, ka një skenar të tillë. Migrimi ka qenë fenomen prezent gjatë gjithë 25 viteve. Dhe nuk mund të themi që kjo reformë mund të arrisi. Përkundrazi, kjo mund të uli. Pse? Sepse duke qenë, jo se s'kan mbet më njerëz. Ne përkundrazi pretendojmë që t'i çojmë njerëzit. Pretendojmë që t'i kthejmë njerëzit mbrapsht në ato zona. Pse? Sepse, të lutem, kuptojmë. Sepse duke qenë një bashki e përqendruar dhe kjo bashki në fundit qëllimin e saj pragmatisht ka që mbas 4 vitesh të marrë votat përsëri, atëherë kjo për çdo zonë sa do e largët qoftë, do mendoj këto njerëzit që i kemi në atë cepin e largët atje. Çfarë duhet bëjmë diçka për to? Sot në kushtet aktuale, kur ato komunat ishin të vogla, s'kishin as financime, ishin edhe të pamenaxhuara nga larg, këto nuk bënin gjë fare, s'kishin as kapacitetet njerëzore, këto vetëm bënin ato dy shërbime që i thotë Shkëlzeni, jepnin certifikat, jepnin edhe ndihmë sociale. Dhe sekserin. Dhe atyre atje i thonin kapacitetet njerëzore kanë pas se nga qyteti kanë pas punuar në gjitha komunat deri. Po lërim kapacitetet se nuk gjenin dot me shkollë të lartë për me bë kryetar komunet. Arriti deri aty situata sa nuk kishte njerëz me shkollë të lartë. Tani rrogën e mirëmbajtjes rrugëve në fan të Mirditës e merrnin banonin në Roshen. Asistencën është. Po, prandaj e prishëm prandaj e prishëm këtë histori. Tani, duke qenë e përqendruar, ekziston mundësia, sepse çfarë bënin dikur kryetarët e komunës? Edhe atë fondin e decentralizuar që merrin nga qyteti, nga qeveria, e merrin dhe bënin ndonjë rrugë aty, bënin edhe ca ndriçime si me qenë qytet atje në fshat,
sepse aq kishin e bënin aty afër fshatit vet, aty ku ishin ato, ose afër qendrës tyre. Parat ku do t'i gjejnë, se dakor, dëshira shumë e madhe për t'i bërë gjitha. Parat ku do t'i gjejnë, zoti Zusi, pasi dihet që pushteti vendor ka pas problematika në mbledhjen e të ardhura. Përmendëm taksën e tokës pak më parë, që për shëllime populizmi, pamundësi e strukturash, nuk është mbledhur. Do jepet fonde shtesë që këta të bëjnë gjithë këto gjërat edhe për para komunat? punës janë 80 milion euro që i kursehen, të cilat do t'i kalojnë të gjitha përsëri pushtetit lokal. E para. Janë gjitha ato parat e këshilltarëve e tjerë që nuk do të përdoren. I gjithë këtë 80 milion euro... Nuk do përdoren për njerëz tjerë që do merren. U tha para 2 javësh në Hotel Tirana, kur u bë prezantimi që gjithë këtë 80 milion euro do t'i kaloj përsëri pushtetit lokal. E para. E dyta, do të përdojnë një dozin të papunësh këtë 80 milion euro, që se ka qenë rroga kryetare, rroga këshilltare, rroga nënpunësësh. Praktikisht kanë qenë rroga jo efektive, se që kanë qenë papunësh. Dakor, që të mos mbetemi këtu. Kështu që elementi i dytë është mirë menaxhimi. Elementi i tretë është një rritje e mundësive për të pasur financime nga donator, sepse do të kemi projekte tashmë më të mëdha, projekte mundësi përthithje, në zbatim të projekteve shumë të mëdha, mundësi për të bërë projekte shumë më të mira, sepse i ketë përqendruara, do kesh zyra projektesh tashmë pranë çdo njësijet. Prandaj edhe ky do jetë një burim i tretë të ardhurash. Për sa i përket asaj që ju thatë se mos ndoshta do shërben më mirë punoj ato qytetarët e qyteteve, ato janë në të gjitha bashkitë, po ta shohësh, nuk kalojnë më shumë se 25% të elektoratit. Nuk ka shans që një figurë politike të mos mendoj për 75% tjetër të elektoratit. Në të gjitha bashkitë, vota decizive, përjashto Tiranën, ndoshta, apo edhe Durrësin, vota decizive ka qenë vota e fshatit, ajo që ka përcaktuar trendin politik. Do vuajnë kryetarët e rinj përpara? Kryetarët e rinj përpara sigurisht që do të vuajnë, sepse buxheti paka shumë është dihet të ardhurat e Shqipërisë. Për të ardhurat bazike që duhet të kenë për të ofruar shërbimet. Për të ardhurat bazike ka një ngërç që duhet zgjidh patjetër në Shqipëri, dhe prandaj unë po them pjesën skeptike të reformës, sepse gjithë jam dakord që reforma është gjë shumë pozitive, të gjitha me radhë. Ka një marrëdhënie midis shtetit dhe fermerit, marrëdhënie historike që është taksa. Por taksa nuk është si tatimi, taksa mlidhet kundrejt një shërbimi që i bëhet fshatarit. I shpërndahet e ardhura që merr nga. Si do zgjidhet ky problem? Ky problem duhet zgjidhet sepse historikisht në fshatrat shqiptare nuk paguhen taksa. Pse nuk paguhen taksa? Sepse nuk ka asnjë lloj shërbimi. Edhe fermeri nuk ka asnjë lloj shërbimi. Dhe tani do detyrohen të paguajnë taksa. Mund të krijohet. Kjo është subjektive, zoti Marku. Mund të krijohet. Për shembull, mund të krijohet zona të fondet pyjore do të kalojnë bashkive. Flitet që do të kalojnë bashkive. Tani mund të krijohen për këto zonat e thella malore, për të penguar migrimin, për të përmirësuar jetën, për të rritur numrin e punëve e punësimeve, mund të bëhen për shembull krehjet e zonave të pyjeve. Sepse këtu në Shqipëri ka funksionuar deri tani që vjen një koncesionar i madh, shkon një komunë thellë, merr pyjet, i marr gjitha, nuk bën as seleksionim asgjë, i pret edhe ikën, zona nuk përfiton asgjë. Duhet përfitojnë komunitetet e caktuara nga pyjet, sepse është pasuri e tyre. Nuk është term komunist kjo, është pasuri e tyre. Duhet përfitojnë nga renta minerare, e di që është e parashikuar. Që edhe renta minerare në pjesën më të madhe do i shkojë rajoneve nga... Jam duke vazhduar arsyetimit. Si duhet përfitojnë? Zonat e thella pyjore duhet merren vetë me prodhimin e lëndës drusore, duke bërë krehjen e pyjeve, të nxjerrin lëndën drusore aty dhe marrin parat e kësaj lëndë drusore, mund t'i marrin këta. Tek renta minerare. Renta minerare do t'ju shkojnë në vlerë monetare. Nuk duhet t'ju shkojnë në vlerë monetare, sepse problemi i korrupsionit nuk e lejon. Unë i mshoj fort problemin e korrupsionit. Raporti i fundit i Departamentit Shtetit flet që jemi prapë në nivelet që kemi qenë për korrupsionin. Renta minerare që do përfitojnë zona e Bulqizës, për shembull, që është zona më e varfër në Shqipëri, renta minerare atij mund t'i vihet kusht nga shteti ose nga bashkia, t'i vihet kusht duhet të mshtrosh kaq kilometër rrugë, të bësh një shkollë, të bësh këtë, të përkthehet në investime, marrja e rentës minerare. Këto janë disa nga pikat që mund të parandalojnë atë skepticizmin që kemi ne për reformën. Zoti Vladi, kemi dëgjuar kryeministrin që ka deklaruar që do jetë, unë po e them pak më ndryshe, nuk po citoj deklaratën, do të bëhet i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet qeverisë dhe pushtetit vendor. Duke ju referuar edhe problematikave që ka pasur për shkak të përkatësive politike në rastet kur kryetarët e komunave apo bashkive ju përkisnin partisë tjetër nga mazhoranca qeverisëse. Mendoni se do ketë problematika të tilla tashmë?
sa i përket, kur flasim për qeverinë, unë nuk kam parasysh vetëm kush është kryeministër tani, por mendoj që në të ardhmen, qeverit do vinë, gjithmonë do vinë duke u shtërnguar litari rreth fytyt të qeverisë nga kërkesat e bashkive dhe të pushtetit lokal. Kjo është gjë shumë e mirë. Kurse vetëm një ndërhyrje të vogël kisha për zotin Nysni, përsa i përket migrimit, shembulli politik po jepet sepse kryeministri është bërë katunar. Kështu që është me drejtim të kundërt. Është në drejtim të kundërt. Migrimi po lëviz në drejtim të kundërt. Po, dhe shpresojmë që vërtet bëhet kështu. Por unë e përshëndes për gjë. Jo, se është bërë katunar. Jo, se ka kuptim tjetër. Jo, në kuptimin e keq fjalës. Dhe të gjithë ne do donim të jetonim në fshat. Jeton në fshat. Ka shenjat para. Nuk e ka kompleksimin ajo çfarë ka ndodhur me territorin, me tokën në Shqipëri. Unë nuk i ikë që në fillim diskutimit. Ajo çfarë ka ndodhur me tokën në Shqipëri është politika i kapi disa zona urbane, 3-4 vende, i coptoi, i bëri të pabanueshme dhe tash gjithë ikin në fshat. Dhe pra edhe të pasurit do ikin në fshat, jo vetëm të varfrit. Ama të kthehemi tek financimi. Ideja është që të shkojnë në fshat, jo të shkojnë të pasurit në fshat, edhe të shkojnë këto biznesmenet e fuqishëm, të përfitojnë edhe fshatari që të rinë aty. Kjo është koncepti i programit. Sepse kështu, deri tani kemi parë në zonat parqet kombëtare shfrytëzohen nga kompani profesionale me kapital. Si shpjegova kur të shkoj çdo fundjavë atje, do shohë edhe tokë të lirë atje, dhe do i thoj atij, "Ore ta bëjmë një vresh, ta bëjmë edhe një plantacion." Sapo ta marr fjalën unë fillon diskutimi i katërt. Ta mbaroj pak. Ne mendoj se duhet zgjatemi më shumë pak tek çështja e financimit. Po parat ku janë? Kur flitet, ajo është diskutuar që një nga argumentet, që është pozitiv patjetër, që tashmë buxheti i shtetit nuk do të jetë i detyruar, nuk po kursehen, janë dy gjëra të ndryshme. Nuk po kursehen 80 milion euro, por buxheti i shtetit në vitin 2016 nuk do të jetë i detyruar që të planifikojë shpenzime administrative 80 milion euro. Dhe ne do ta kemi parasysh edhe çështjet makroekonomike të vendit. Po unë mendoj se në kushtet kur buxheti i shtetit shqiptar është në të kurrje për vitet e ardhshme, ne jemi të detyruar të planifikojmë tashmë jo zhvillime, jo thjesht zhvillime ekonomike, por zhvillime të qëndrueshme ekonomike. Dhe reforma territoriale për mua është në funksion, teorikisht është në funksion të arritjes së zhvillimeve të qëndrueshme ekonomike. Por zhvillimet e qëndrueshme ekonomike kanë kosto të larta, sidomos sociale. Dhe në mënyrë që të bëhet kjo, në mënyrë që ky hap politik që i arritur deri tani të ketë impakt pozitiv në ekonominë dhe në zhvillimin atyre sidomos të zonave rurale dhe të varfra, unë mendoj që po ta kap në aspektin ekonomik, mos harxhimin e 80 milion eurove, po të bie konsumi në këto zona, po të bie konsumi me minimumi 80 milion euro. Kështu që nuk është, jo, unë e vlerësoj shumë. Ato para që shkonin për këshilltarët, ato nuk ishin rroga, por ishin si formë shpërblimi. Dhe po të kemi parasysh luftën që është bërë tani për këshilltarët. Pa pranojmë që ato ishin po para inefektive. Administrativisht ato nuk bënin rolin e vet, por si ekonomi, unë si ekonomist vlerësoj, pra e dënoj ligjërisht, por si ekonomist unë vlerësoj edhe sasinë e parave që ka shkuar. Sepse rriste konsumi. Çfarë ndodh në 2 muajt e fushatave? Në 2 muajt e fushatave është rritur konsumi në fshatra. Tash i kanë shkuar thas mielja, kanë shkuar para, kanë shkuar bluza, kanë shkuar, nuk e di, gjëra të tjera. Unë si ekonomist, pra një ligjërisht ka shkelje, po si për ekonominë si do njeftohen këto para në ekonomi, këtë 10 milion euro? U deklarua zyrtarisht, publikisht nga Ministri i Financave. 80 milion eurot e kursyer nga kjo reform nuk do t'jenë 80 milion euro më pak në buxhetin e shtetit. Do t'jenë 80 milion euro që do t'i kalojnë pushteteve lokal
për investime. Pra ato përsëri do futen në ekonomi, por do futen në formë efektive. Për formë investimesh. Eksakt. Pra nuk do shkojnë si para në gjepin e shqiptarit apo ku diun se çfarë. Zëzusi, do konkurrohet me projekte apo do ndahet në mënyrë të barabartë mes 61 bashkive? Se duhet të shohim impaktin. Kjo është teknikalitet, nuk ta them dot. Nuk ta them dot, nuk është funksioni im për të ditur se si do ndahen ato. Po ta dia, do ta thoja. Ndahet në 61 bashki, pjesa që marrin është shumë e vogël për të pasur një impakt. Në rast se do financohen projekte të mëdha. E rëndësishme është që nuk do të hiqen 80 milion euro nga pushteti lokal, nga fshatrat, nga zonat rurale dhe të shkojnë për të bërë energjetika apo të shkojnë për të bërë ku diun se çfarë tjetër, por do jenë 80 milion euro që përsëri do shkojnë në fshat, por do shkojnë në formë një investimit. Do shkojnë kanale vaditse, do shkojnë kanale kulluese, do shkojnë diçka tjetër, do shkojnë qendra grumbullimit që kemi për të parë. Por do të shërbejnë rritjes së prodhimit dhe rritjes së përmirësimit jetës. Në këndvështrimin tuaj, është folur vazhdimisht, po mbetet ende e paqartë mënyra se si mund gjejnë fonde shtesë vetë njësitë mëdha vendore. Është folur për kredi që mund të marrin pranë donatorëve apo vendeve të tjera partnere, por nuk kemi një formë apo nuk kanë. Ka një ligj. Do mundet e dëgjeshojmë këtë formë të re të sigurimit fondeve të artikuluar edhe nga kryetarët e rinj bashkive, shohim të artikuluar dhe nga kryeministri dhe ministrat e tij. Do bëhet kjo realitet sepse marrja një kredi ka ca. Pushteti vendor ka praktikisht 3 mundësi për të siguruar financime. Nga të ardhurat që grumbullon, nga buxheti shtetit, edhe nga të ardhurat përmes projekteve, kredive të tjera. Mund të gjejmë një nga problemet e mëdha që ne kemi është edhe buxhetin e shtetit kemi probleme me mos shpenzimin e tij deri në fund vitit, deri në shtator, tetor, ne zakonisht realizojmë maksimumi 50% buxhetit. Dhe 2 muajt e fundit? Dhe 2 muajt e fundit i biem në top shpenzimeve që të mos na digjen. Dhe janë investime jo efektive më pas në ekonomi. Kemi një problem të madh me përdorimin jo efektiv të parave dhe sa më e vogël ka qenë njësia vendore, aq më pak kapacitete ka pas për të përdorur. Se ka pas vetëm njësia vendore, kanë pas edhe projektet e qeverisë vendore. Ka pas historikisht disa projekte në Shqipëri që kanë pas mundësi të financojnë më shumë për komunat e varfra dhe nuk kanë pas kapacitetet. Ekziston mundësia që unë sot, që jam kryetare bashkie, me këto mundësi që kam, me këtë kuadër ligjor të shkoj tek BERSH, te banka botërore, te IFC të marr një kredi, qoftë edhe me garancinë e qeverisë. Për 2 vitet e ardhshme, të paktën për 2 vitet e ardhshme, shumica, sepse kjo ka të bëjë me administrimin financiar dhe ristrukturimin e mënyrës se si administrohet. Paktën për 2 vitet e ardhshme, nuk do kenë mundësi të shkojnë të marrin kredi, do jetë vështirë për të plotësuar kushtet për të marrë kredi, derisa të marrin formën e re. Mund të përfitojnë projekte nga të zhvillimit, por kanë mundësi që gjatë kësaj periudhe, duke pas mundësi të ngrenin kapacitete më të mëdha njerëzore, të ngrenin ekipe për shkrimin e projekteve për të fituar financime pranë projekte. Ne jemi një nga vendet që kemi nivellit më të ulët të thithjes së parave nga Bashkimi Evropian. Ne mburremi si Bashkimi Evropian na ka vendosur në dispozicion një shumë të madhe parash. Sepse duhet jenë projekte, duhet konkurrojnë me projekte të cilat nuk i kemi. Nga Bashkimi Evropian në fushën e bujqësisë mund të marrësh financim edhe 100% për projekte të tipit kooperativ. Që ne nuk i kemi sot. Atëherë, unë kam qenë prezent në një fushat të caktuar, kur dikush tha, ne tha, gjatë tyre 4 viteve, tha, do të bëjmë, tha, 2 qendra të mëdha grumbullimit, një në X zonë, një në Y zonë. Atëherë, çfarë mundet bëj pushteti lokal në këto kushte? Mundet fare mirë që të pajtoj një zyrë të mirë konsulente, që të krijoj një kooperativ, ose ta bëj pjesë të zyrës vetë, të bëj në një kooperativ në njërën zonë dhe një kooperativ në zonën tjetër dhe në emër të kësaj kooperative të konkurroj të fusi financimin dhe të marri 100%. Unë kam parë në Itali, para 2-3 muajsh kam parë në zonën veriore, kam parë mbi 4-5 qendra, jo për mollën, jo për patatën, qepën, të cilat ishin të bëra 100% me financim të Bashkimit Evropian. Por sot nuk ka ndodhur kjo punë, komunat si që ishin nuk e bënin dot, as nuk e mendonin, as nuk e qonin në përmend. Por ka shanset mira që të ndodhë pas... Por ka shanset mira që të ndodhë. Nëse ekziston dëshira për të punuar, shansi është më i madh. Por padyshim të dashur teleshikuesin, pyetja që shtrohet është si është gjendja e bujqësisë sot, si është gjendja e fshatit, sepse pikërisht këtu do të nisim punën edhe kryetarët e rinj bashkive. Ndjekim një sër dhe më pas rikthehemi në studio për të diskutuar edhe mbi efektin që kanë pasur politikat e qeverisë Rama, që kanë propaganduar bujqësinë si një ndër sektorët prioritar të modelit të ri të zhvillimit të ekonomisë.
Mjafton një udhëtim i zakonshëm në Shqipëri dhe syri i lirë të zë parcelat e ngushta të tokës, një të mbjellë me grur dhe një me domate, diku 100 metra me perime dhe ngjitur një parcel djerë. E gjithë kjo sepse vendi aktualisht ka 350.000 ferma të vogla, sipërfaqja e të cilave në një mesatare të përgjithshme nuk i kalon të 1.16 hektarët. Akoma më keq sipërfaqja e parcelave të mbjella me një kulturë nuk i kalon të 0.2 hektarët. Si rjedhoj, edhe industria përpunuese në të cilën është investuar shumë këto vitet e fundit, është vënë në vështirësi për shkak të prodhimit të çorganizuar. Një prodhues vere ka të vështirë të mbjetoj, kur në 4 hektar tokë ka 4 varietë rushi. E gjithë kjo tragjedi pa kthim që bujqësia po përjeton sot, e ka fillesën në vitin 1991, ku nëpërmjet ligjit 7051 u bën pronar persona dhe familjet që ndodheshin të regjistruara në fshat sipas ndasisë së sipërfaqes për frym. Toka u dha në përdorim fillimisht për 3 vite si masë nxitëse për të përmirësuar jetesën e familjeve që jetonin në fshat të zhytura në varfëri të thellë në momentin e ndryshimit të regjimit. Por, vite më pas, në pjesën dërmuese të vendit, qeveritë nuk mundën më të shpronsonin përfituesit me ligjin 751 për shkak të konfliktit social që mund të krijohej. Kjo penalizoi bujqësinë shqiptare. Mira ferma të vogla në të gjithë vendin që nuk prodhojnë dot në sasi për të dominuar tregjet. Një ngërç që nuk u zgjidh as me ligjin e kooperativave që synonte bashkimin e fermerëve. Edhe pse ligji ka vite që është në fuqi, në Shqipëri ka vetëm 4 raste ku bashkimi i fermerëve ka rezultuar i suksesshëm. Rikthehemi në studio pas kësaj hapësire publicitare. Zoti Gura, si është aktualisht gjendja e bujqësisë shqiptare? Gjendja e bujqësisë shqiptare është aktualisht, nuk është se ka ndonjë ndryshim të dukshëm. Ideja është, domethënë janë dhënë disa investime, janë bërë disa projekte nga qeveria, janë subvencionuar disa pika grumbullimi, gjëra të tjera, por sot jemi 2 vjet pas bërjes së gjithë këtyre investimeve. Dhe me drejt lind pyetja sa është eficienca e këtyre investimeve që janë bërë. Janë dhënë 100.000 euro për një biznes për pikë grumbullimi. Kur japin fondet, Bashkimi Evropian jep fondet dhe i ndjek 5 vjet mbrapa dhënies fondeve hapat që ecën biznesi. Si është sa ka shly vetveten, sa njerëz ka punësuar, sa ka rigjeneruar të ardhurat, sa ka reinvestuar, taksat e gjitha me radhë. Ne sot për këto nuk dim asgjë. Ka kalu 2 vite nga këto investime që janë bërë, nuk dim ku janë, kush janë, dhe sa persona janë punësuar, sa është rritur niveli i të ardhurave nga taksat që këto kanë injektu në buxhetin e shtetit. Gjithëmëra, këto janë probleme shumë të mëdhaja. Ka një problem tjetër që sipas Instatit eksportet bujqësore kanë rënë me 3.4% këtë vit, dhe kjo është diçka që duhet shpjeguar sepse ka më pak prodhim bujqësor. Është më pak prodhim. Fakti që kush ka rënë? Eksportet. Po, sipas Instatit janë rritur mbi 20%. Ajo është rritja e përgjithshme, 24% është ajo që thoni ju, po, 24%. Eksportet bujqësore. Në 3 muajor eksportet bujqësore. Nga 3 muajor i kaluar në këtë 3 muajor. Po. Sigurisht, kjo është cikli bujqësor, nuk kemi çaj bëjmë. E di unë se unë jam me profesionin inxhinier agrar, po kemi pas ka eksporte të blektorale në skemi. Eksporte ne do ta krahasojmë nga ky 3 muajor me 3 muajorin me 3 muajor të vitit kaluar. Jo 3 muajor i paraardhës me këtë 3 muajor. Eksakt. Sepse nuk funksionon këto investime që janë bërë, paktën duhet na dalin se sa rentabël kanë rezultuar. Dhe Zoti Vladi, që pastaj ti marrësh shqetësim. Nëse unë desha realisht që jam i varur nga shifrat e qeverisë për këtë gjë, sepse Instati thot atë që thot kolegu Ysni. Pasi duhen parë të dyja, edhe rritja e eksporteve, sepse ka filluar, ne eksportojmë disa prej prodhimeve bujqësore, kryesisht perime, dhe nuk e di a ka ndonjë shifër, unë nuk kam dëgjuar deri më sot që të flasë qeveria, dhe kur them qeveria edhe herë, nuk e kam fjalën vetëm për këtë qeveri, por për qeverisë, të flasë për uljen e importeve bujqësore. Ndryshimi raportit. Do me thënë që ne të mos ushqemi me produktet huaja. Uljen e importeve të ushqimit. Që mos ushqemi me produktet huaja, po me prodhimin vendas. Ulja e importeve të ushqimit, mendoj se është një indikator pak më do me thënës. Më
financiar, ose, si me thonë, më i letë për të nxjerrë, se sa është rritur prodhimi bujqësor në vend. Dhe është një mënyrë tërësorë për të nxjerrë. Dhe ne nuk kemi një shifër tillë, pra uljen e importeve. Ne kemi të prodhimeve bujqësore. Ajo çfarë desha të vendos theksin edhe sërish mbi mundësinë e financimit që kanë këto njësi të reja vendore tashmë, unë nuk mendoj se ne mund të përmendim si avantazh kapacitetet në rritje apo kapacitetet në zbritje të qeverisë për të financuar këto njësi të reja. Nuk do të përmendim përveç avantazhit. Atëherë, lutem, të mbetemi te bujqësia pasi e zauruam të mos rikthehemi debatit. Po çdo gjë është e lidhur tek bujqësia. Dakor, mbetemi në këtë shtabim pak edhe. Çdo gjë është e zhvilluar tek bujqësia. Dakor, kemi këtë situatë mbi cilën do operojnë kryetarët e rinj të bashkisë. Pas 2 vjetësh, qeveria ka vendosur bujqësinë sektor prioritar. Është parë konkretisht ky prioritet në terren, në kuptoj, te fermerët. Në pas edhe tek qytetarët. Gjitha qeveritë kështu e kanë pas, por duket te buxheti që i japin bujqësisë, se sa është prioriteti pastaj. Ka të paktën 2 indikatorë që vlerësohet kjo gjë. Me syrin e lirë dhe me konsumin ton, të thjesht, jo si ekspert, po si konsumator, ne nuk, unë sot nuk blej më shumë domate të vendit, apo perime, apo se sa për para dy. Sigurisht që blen. O, di zotëri, unë e bëj pazarin. Është subjektive. Unë e bëj pazarin. Një konsumator mesatar. Sigurisht që. Që ka problemi, atëherë du të themi fshatarëve që të vinë edhe ke varri bamit, se ati e kam shpirën. Po që lidhe e ka ku ma bet. Unë nuk flas për ju personalisht, po një konsumator mesatar sigurisht që sot blen më shumë produkte vetë. Është indikator subjektiv. Sepse i kanë dispozicion. Është indikator subjektiv. Sa është rritur numri? Atëherë, Instati çfarë thot për rritjen e numrit të punësuarve në sektorin bujqësor? Është pjesë e zhvillimit edhe ulja e numrit të punësuar në sektorin bujqësor. Si pjesë e zhvillimit? Ne flasim që kemi 350.000 ferma në Shqipëri. Jo, nuk kemi 350.000 ferma dhe unë ka kaq vite që nuk mund ta pranoj këtë shifër që më jep Ministria e Bujqësisë që për 20 vitesh. Ne, kur kemi nda toke në 2011 që pasoj me reformën e kemi nda në 355.000, 356.000 ferma, që kanë qenë familje që kanë marrë një copë tokë. Pra, kur është nda toka, u kemi dhënë tokë 350... Nuk kanë ngritur fermë do një nga ato familje, të ka lënë djerë, mund të ketë emigruar. Pikërisht pra, ne vazhdojmë të referohemi 350.000 familjeve që u kemi dhënë tokë në 91-shin, vazhdojmë të referohemi edhe sot si ferma. Do të përcaktu termi këtë do njohim fermë. Pra ne puna e parë do t'i rikthehemi dhe këtë debat e kemi bërë edhe jashtë emisioneve televizive dhe me zotin Xusi. Ne duhet të ripërcaktojmë termin fermë. Një familje, unë që kam një parcel 500 metrash, që e më përdor për baqe, që bujnoj perime në kohët lirë, nuk jem fermë, sepse destinacioni i kësaj ferme nuk është për treg. Pra, ne duhet përcaktojmë sepse kjo ka bëjë një gjë shumë të madhe, ka një influencë shumë të madhe tek politikat që bën qeveria. Në qoftë se politikat qeveritare tentojnë të mbështesin këtë lloj ferme, atëherë kemi shpenzime jo efektive të parash, dhe sigurisht nuk do ketë efekt të prodhim në Ne duhet vazhdojmë ta mbështesim bujqësinë si biznes. Më lejon Albani vetëm pak. Ne, unë kam vetëm një fjali, ne nuk duhet t'i shohim, nuk mendoj që duhet t'i shohim zhvillimet e bujqësisë të coptuara ose të shtrira vetëm në kohë. Pra ne nuk mund të themi se çfarë ndodhi 2 vjet më përpara deri më tani. Po kemi një ndrym qeverish dhe normalisht do shihen në politikat të kësaj qeverie për të bërë një krahasim më të mëparshme. Nuk mendoj se ajo çfarë mund të ndodhë për shembull me të ardhurat nga dogana apo me sektor të tjerë të ekonomisë, të cilët janë shumë më të menaxhueshëm dhe të shtrirë në kohë. Edhe çështjet e zhvillimit bujqësor janë lidhen më shumë me projekte afatmesme dhe afatgjata. Gjithsesi një mbështetje direkte fermerët e ndjejnë, sepse nga këto fonde varen. Në këtë pikë, nuk është se duhet presim dhe 5 vjet tjera për të konstatuar. Në këtë pikë, unë nuk kam vlerësuar, ato nuk shihen pas 2 vjet. Nuk qënë detyrimisht në rritje prodhimi vitin që vjen. Ama, efekti të këtij investimi janë pak më afatgjat. Problemi që ne kemi është sigurimi i vjueshmërisë së punës së një qeverie me një qeveri tjetër. Por ne nuk po flasim këtu për këtë gjë. Ne po flasim për çështjet e zhvillimit
lokal. Dhe sa do t'jetë kjo vjushmëri, sa do të merren, si është llogaritur, apo si mund të llogaritet më mirë që të sigurohet vjushmëria e zhvillimit të atyre projekteve që kanë nisur në këtë formë të reorganizative, kjo është çështje që mbetet për të parë. Do ishte shumë problematika. Atëherë, një panoram e shkurtër e çështjeve të bujqësisë, e zhvillimit të bujqësisë në këto vitet e fundit dhe pastaj edhe Jo, më interesojnë për 2 vitet që ju e keni pasur si prioritet, se për vitet e fundit pra dakord. duhet t'i japi llogari. Tani, po të flas vetëm për këto 2 vite, unë kam plot gjërat mira për të thënë, por nuk mundem të them se gjitha gjërat ndodhen për shkak të këtyre. problematika që ngriti zoti Gura. Nuk mund të them se gjitha ndodhen për shkak të këtyre 2 viteve, sepse një vëmendje ndaj bujqësisë, patjetër mos kemë rak, nuk t'i shmangem edhe asaj pyetje. Do të përgjigjem edhe para pyetjes, pa diskutim. Por politikat për të pasur një bujqësi më efektive kanë filluar që diku nga 2007, mos gaboj. Mos ta bëjmë teorike, të lutem sepse minutat i kemi të kursyra. Mirë pra, shumë shkurt. Filluan që në atë vit me disa politikat, me skemat e para mbështetësen bujqësi, pastaj një ndikim shumë pozitiv ishte fushata elektorale politike 2013, ku pothuajse gjithë fushata u përqendrua tek bujqësia, dhe më pas gjatë këtyre 2 viteve kjo qeverisje e cila i ka ra gjithë kohën historisë së bujqësisë si motori kryesor i zhvillimit ekonomik. Që ka bërë në terren, sepse për ta propaganduar ka bërë në televizor, nuk punohet kokën nga televizori. E kuran, më lër ta mbaroj të lutem. Atëherë, të gjithë edhe ne që jemi këtu dhe kushdo që qarkullon nëpër Shqipëri, shef që si vjet, pothuajse të gjitha tokat po punohen. Gjithandej ne shohim duaj o Grurin, o Dengjebarit, o gjëra të tjera. Gjithandej ne shohim njerëz dhe nuk shohim vetëm gra, por shohim edhe burra nëpër ara që po punojnë. Gjithandej ne shohim o baktit imta, o lop që kullosin. Na kishte marr malli për t'i parë këto. Gjithandej shohim zetor, traktor që lëvizin në përshat. Duke se Shqipëria që shihni vetëm ju, zotë? Jo, kjo nuk është Shqipëria që shoh vetëm unë. Jo, kjo nuk është Shqipëria që shoh vetëm unë. Ky është një realitet dhe kush nuk e pranon duhet dali vi me mu të shohim. Jo, po kjo reflektohet në të dhëna. Edhe e shohim gjithandej. Prit se do t'i them edhe të dhënat. Ta sqaroj unë edhe pjesën e dhënave. Elementi i parë. Elementi i dytë. Bujqësia tashmë është kthyer në një trend. Jo më larg se para një muajit, një mikja ime, funksionare e lartë politike, më thot kam burrin që merret me biznes ndërtimit dhe më tha që andej nga bujqësia, tha, po bëhet nami, tha, ç'a mund bëjmë, tha, si mund t'ja bëjmë. E thash thjesht sa për ilustrim, por ka plot sektori i ndërtimit po lë infrastrukturën edhe se ju shlyen detyrimet të prapambetura nga qeveria dhe po lidhet në dhe po hedhin sy drejt bujqësisë. Pra, ka një trend dhe të marrurit me bujqësi nuk është më një rrudhje buzësh, por plot miqtan, biznesmen me emër të rëndësishëm në sferën e zhvillimit ekonomik. Si më reflektohet mua në treg? Në tavolin të reflektohet, çmime më të lira? Atëherë, në tavolin të reflektohet, po t'jap edhe shifrat, që ke çmime pa diskutimi ke më të lira, çmimet e gjithë produkteve bujqësore i ke më të lira, i ke gjatë gjithë vitit. Na vin nga importi më të lira, apo i kemi prodhimi vendas që na... Nuk ka mbaroi importi i produkteve bujqësore. Ku? I produkteve, do ta them më burr. Përveç mishit, që edhe atë po synojmë ta prodhojmë brenda vendit, ka filluar trendi me mishin e derrit, po vazhdon fuqishëm me mishin e viçit, sepse ka rënë ndjeshëm importi i viçave. Në qoftë se dikur vinin 10.000 viça në muaj, sot nuk të vinë as 2.000, 2.500 viça. Pse? Sepse stallat që janë krijuar, unë nuk jam shumë partizan. Mos vetëm në një produkt, vetëm te viça. Të lutem ta. A ka mundsi, në qoftë se mund ta flas me shifrat herë me qenë se don shifra. Jo, duhet kapim vetëm një gjë tjetër. Shkëlqen 2013 ka pas një rritje eksporti prej rritje të importeve prej 7.9%. Rritje importeve prej 7.9%. Në një kohë që është dulur edhe konsumi ushqime, fletë për ushqime. Jo, sepse produkte bujqësore. Më shumë produkte kanë ardhur nga jashtë për të plotësuar nevojat e vendit. Vetëm produkte ushqimore, do të thotë produkte të ngrënshme, jo makineri, kemi 7.9% rritje të importeve. Dhe ajo që më bën mua përshtypje... Më lë ta marrë, lutem më lë ta marrë. Rritja e eksporteve është me 32%, por përsëri jemi diferenca nga 3 miliardë. Atëherë mos ta bëjmë shumë teknike këtu. Shkëlqeni po bashkëpunon për të ndërprerë fjalën. Unë kisha një pyetje në mes. 17 miliardë. Ta mbaroj arsyetimin. Unë ju mora fjalën vetëm për një pyetje dhe nuk më lat. U premtua
si një veprim që do të rriste, do të ndikonte drejt për drejt në zhvillimin bujqësor, ishte ulja e çmimit të naftës për bujqësinë. Pra, dhe ulja e TVSH-s për produktet bujqësore. Ishin të dyja këto premtime. Çfarë ndodhi? Unë ju dëgjova me vëmendje kur thatë se në Ministrinë e Bujqësisë është bërë nami. Po. Por jo në atë sens që thoni ju. Nami është bërë. Unë kam qenë në 2005, jo fal, po nuk duhet ta kthej, nuk duhet ta përdor, jo, po për në kuptimin tim, po, në disa aspekte është bërë nami edhe për keq. Nuk e diskutoj punën e mirë të disa specialistëve, përfshirë dhe ju se ju kam mik. Por bëhet fjala për zhvillimin në përgjithësi. Çfarë bëri kjo qeveri për të ulur çmimin e naftës për bujqësinë? Zero. Pse? Unë e respektoj shumë faktin që nuk e bëri. Por, në 2005-ën, u hoqë. Sepse ishte bërë nami me naftën, e cila për korupcionin që ne të dyja qeverit kanë dështuar për ta menaxhuar çështjen e naftës. Të dyja. Edhe socialistja edhe demokratikja dështojnë. Është një çështje delikate. Në pozitën në vendin e opozitit. Ajo lloj skeme nuk ka funksionuar atëherë kur ishte në funksion. Po pse e premtoje? Pse e premtove? Ti duhet të gjeje skemën si s'ka marrë mandati. Nuk ka mbaruar mandati. Po do të gjendet skema më. Po nuk bëhet ditën e fundit ajo bërë. Do ta bësh ditën e fundit për zgjedhje. Nuk bëhet ditën e parë. Një skem që ka prodhuar, sepse ajo është një masë që do ndikonte në ulje në rritjen e prodhimit bujqësor, në uljen e importeve të ushqimit. Sepse çfarë ndodh këtu? Neve na kalben patatet, ndërsa patatinat i importojmë. Po këto janë politikat e qeverisë. Këto janë politikat e qeverisë për zhvillimin e bujqësisë dhe të ushqimit. Do e bëni skemën e naftës me çmim të ulët për fermerët? Ajo çfarë ne kemi kuptuar, në këto 20 muaj, të gjitha problemet e bujqësisë, të cilat ne mund të qëndrojmë gjithë natën këtu dhe të gjithë të shprazim me qindra problemet bujqësisë individuale, të gjitha zgjidhen, individuale, domethënë të veçanta, të gjitha përmbledhen në 3 reforma bazë që ne po projektojmë dhe që do t'i lançojmë shumë shpejt, do të fillojnë të zbatohen. Reforma e parë është reforma e kooperimit. Ky vend nuk mund shkoj përpara me fermer me 1.16 hektar tokë. Fermerët duhet të kooperojnë, duhet të bashkohen, duhet të krijojnë kooperativa, nuk duhet kemi fare. Me urdhër nuk e bën dot zoti Jezusi, ke një ligj në fuqi që nuk zbatohet. Nuk bëhet me urdhër, do të bëhet me mekanizma ekonomik. Dhe një ndër këto instrumente mekanik që do të shërbejnë për të çuar fshatarët, fermerët drejt kooperimit, do të jetë pa diskutim edhe karburanti i pataksuar. Do jetë edhe skema e kredive të garantuara. Jam i bindur që do jetë një mekanizëm i ri korrupsioni. Jo, nuk besoj, problemi është ajo që kooperimi nuk mund të nxitet duke i thënë po bashkëpunohet bashkë, ju keni një karrot më tepër. Kooperimi në thelb ka interesin për të bashkëpunuar bashkë, jo interesin për të bashkëpunuar bashkë për të marrë parë ty. Sepse ky mekanizëm ne e kemi adoptuar shumë mirë gjatë këtyre viteve, ne bashkëpunojmë me njëri tjetrin sa herë na duhet për të marrë parë tjera. Kur na vjen puna për të menaxhuar ne parët tona me njëri tjetrin, këtu s'muatet me dot vesh bashkë. Shkëlzen. Atëherë, kooperimi shkëlzen ka filluar, por po ecën avash. Ne duam ta përshpejtojmë. Dhe ajo që thua ti do ishte gjëja më e mirë që njerëzit të bashkohen për shkak të përfitimeve që ato krijojnë duke qenë bashkë, jo për shkak të një karrotet. Por ne do ta përdorim edhe këtë skem, nuk është kjo e vetmja, por do jetë një ndër instrumentet që do përdoren, siç do jetë edhe kredia e garantuar nga shteti, siç do jenë edhe grantet e tjera dhe financimet nga i pardi, do përdoren në formën e një karrotet, por në formën e një karrotet që në fakt edhe rrit detyrimet e tyre, sepse kjo karrot do të shoqërohet me ca raporte të performancës të përdorimit të këtij karburanti, sepse ky karburant do jepet në sezonin e parë të punimeve në pranverë, për të marrë atë sezonit dytë, do të jesh i detyruar që të sjellësh ca raporte prodhimit, dhe jo vetëm raporte prodhimit, por fatura. Në Shqipëri jemi mësuar të prodhojmë. Por nuk e merr dot herën e dytë pastaj, nëse nuk sjell raportet e herës parë. Pra ky është problemi i parë, problemi i kooperimit. Problemi i kooperimit do na zgjidhë një mal me probleme, edhe ndërhyrjet në shtet, që un jam plotësisht dakord me Kuranin, pa diskutim që një karburant më i lecuar nga taksat, siç e ka gjithë Europa, do të arrisë akoma më tepër reforma e dytë performancën e tyre dhe konkurrueshmërinë. Reforma e dytë është
krijimi i organizatave dhe mbështetja e krijimit të organizatave të zinxhirit vlerës. Nuk munden të zhvillohen individualisht, veç prodhuesi, veç industrialisti, veç tregtari. Këto duhet jenë në një zinxhir dhe duhet jenë muaj për muaj bashk në të njëjtën tryezë, edhe ai që prodhon, edhe ai që përpunon, edhe ai që transporton, edhe ai që tregton, edhe ai që eksporton. Po si do ta bëni këtë kur gjithë këta hallkat zinxhirit kanë problematika të ndryshme në cilat hasen dhe kanë nevoja të ndryshme për të plotësuar. Pikërisht ato problematikat e tyre specifike do t'i zgjidhin brenda vetes, por ndërkohë kanë problematika ndërsektoriale, të cilat duhet të zgjidhen dhe ne modele kemi. Dhe po që se ne nuk i ulim në tryezë këto njerëz, nuk kemi për të zgjidhur problemin ndërsektorial. Tryezja ulur gjithmonë, besa herë. Konstatimi që bën zoti Zusi është shumë i saktë që duhet i përgjigjet prodhuesit, duhet i përgjigjet grumbulluesit, grumbulluesi eksportuesit. Skema aktuale sepse një hall është defektoze, sepse një hall po të mos funksionojë, nuk funksionon i gjithë zinxhiri. Mjaft fermeri nuk i përgjigjet dot. Fermeri ne nuk kemi entitet ligjor. Grumbulluesi nuk lëshon dot faturë dhe kështu. Zoti Marko, grumbulluesi bën edhe bashkimin që po flisim pak më parë. Kooperimin e fermerëve e bën më kollaj grumbulluesi sesa shteti, sesa kushdo tjetër. Pse? Sepse grumbulluesi shkon në një zonë të caktuar prodhimit perimeve. Edhe thot, dua kaq ton domate, kaq ton kastraves, kaq ton spec. I mbështet fermerët me lëndën e parë, me farën, me gjithë me radhë, edhe ka të garantuar fermeri, ka të garantuar shitje. Kjo është një lloj forme që korporimi mund të funksionojë. Kjo që thot zoti Zusi është shumë e saktë, por tani skema nuk është kështu. Se si do të ndryshojnë, se skema tani mbështet vetëm grumbulluesin. Kjo do jetë reforma, kjo është reforma e dytë që ne po projektojmë. Kjo është lajm shumë i mirë nëse do ndodhë absolutisht që do të ndodhi dhe ne po studiojmë modelet, një ndër modelet, s'po them asnjë lloj sekretit, një ndër modelet shumë të mira të kësaj mënyre funksionimi është modeli i France Agrimer, është një model i shkëlqyer, ndoshta unikal në Europë dhe ne mund ta marrim atë model ku muaj për muaj operatorët e sektorial i përgjigjen njëra tjetrës. Dhe reforma e tretë, kolona e tretë, pra ku do mbështeten tre reforma që zgjidhin 100% pothuajse të problemeve të bujqësisë, është reforma e sigurisë ushqimore. Ne nuk mund të fusim nxitsa ekonomik në ekonomi, në qoftë se ekonomia nuk ka se ku të eksportojë. Ne nuk mund të fusim nxitsa ekonomik në ekonomi, në qoftë se produkti vendas nuk ka besueshmëri dhe nuk blihet nga shtresa e pasur e shqiptarëve. Prandaj ne duhet të bëjmë reformën e sigurisë ushqimore. Fillohet kur institucionet përkatëse, në radhë dytë për të siç punojnë kohë fushate, punojnë gjatë 4 vjeçarit. Ne pra dakord. Unë besoj se janë përpjekur ta bëjnë. Po pra ta harxojnë shpërndarë në 4 vitet, atëherë arrihet kjo. Po unë desha të them edhe diçka tjetër që nuk e kam dëgjuar të flitet në për studio televizive apo në për debate, por flitet shumë në terren. Çështja e ligjit tokës që ne kemi. Në qoftë se Shkëlzeni numëroi 300, nuk është dakord me shifrën 350.000 ferma, pra nuk është dakord me përkufizimin, unë jam shumë dakord me Shkëlzenin. Pse? Nuk janë 350.000 ferma dhe ju e dini mirë. Ne kemi kaq familja që kanë nga çdo tokë. Dhe ndarja mesatare është 1.7 hektar. Në fakt, 1.16 hektar. Në fakt, unë mendoj, nuk e kam bërë këtë llogaritje, por mendoj se nga këto 350.000, 300.000 janë me më pak se 0.5 hektar. Dhe, por, më e keqja e të këqijeve çfarë është? Është numri i përfituesve të tokës në vitet pas ligjit 7501. Pra, ka 15 vjet që ajo familje ka lindur 4 fëmijë, 3 nga cilët janë mbi 18 vjeç dhe janë pronarë të asaj toke. Dhe mendoj që sado mirë të punojë një ministri bujqësie, apo çfarëdo lloj projekti nga Banka Botërore, që ka ardhur dhe është mbyllur projekti i shërbimeve bujqësore që merret me këtë gjë. Zgjidhur çështjen e titujve të pronësisë. Unë mendoj se duhet një ndërhyrje edhe tek ligji jo për ndarjen e tokës, po tek ligji të ndryshohet ligji për përdorimin e tokës, ashtu siç e kanë vendet ndryshme në Europë.
Ne do ta kemi pothuajse të pamundur, se kur bëhet fjala për kooperativa në Fan, në Lur, në Konispol, edhe në atje nuk mund të bëhen asnjëherë kooperative, se s'kan që bëjnë kooperativa. Atje do merren me blegtori. Kurse kooperativa bëhet fjala për lushnje. Dhe ajo çfarë bën qeveria në lushnje është si do t'i ofroj një fermeri, një qytetari atje, një familje, e cila ka në përëndësi 10 hektar tokë, mundësin që të mos e jap me qera 50 lek apo 100 lek për metër katror, si mund të fitoj më shumaj në një kooperim. Atëherë, pikërisht, arsyeja sepse unë them që gjithë bujësia shqiptare do të zgjidhet duke zgjidhur këto 3 reforma kryesore. Qera e tokës është më e vogël se taksa mbi të. Ta them unë. Kjo është ndajmë të njëjtin shqetësim, ti je i sigurt. Atëherë, çfarë ndodh sot? Sot ai që e ka 5 dynym apo 7 dynym apo 10 dynym, ai ka alternativën të mbjelli grur, të mbjelli jonsh, të mbjelli misër dhe përgjithsisht kjo është dhe nuk duhet të ndodhi kështu sepse kemi toka shumë të mira dhe nuk i kemi me shumicë. Dhe ai nuk din se çfarë të bëj tjetër, sepse nuk ka tregun, nuk ka burimet financiare, nuk është i orientuar tek teknologjia e asaj që do mbjelli. Duke i nxitur njerëzit, duke u dhënë edhe atë karrotën që Shkelzeni ma kundërshton, nuk është se jam dakord, nuk jam fare dakord që ne të krijojmë zhvillime me karrotë, por duke i bërë që këto 7-8 dynymshat, t'i bëjmë një 10-15 bashk, unë kam në inboxin tim të emailit dhe në shkresat e mia, mbi 10-15 kërkesa nga investitorët huaj të cilët thojnë, dua minimumi 50 hektar për të bërë një vresht, dhe ato vinë e bëjnë vetë, marrin edhe kredin vetë, sjellin edhe burimet e tyre financiare. Por ky nuk mund shkoj të negociojë hekuran me 7-10 fshatar, 7 dynym ti, 5 ti e tjetri. Atëherë duke i bërë që të bëhen kooperativë, ne i themi këtij investitor, ja ku i ke 70 hektar. Janë bërë 100 vetë bashkë ato, kanë bërë një marrëveshje, dhe këto njerëz nuk do të marrin ma qera, por do të marrin një përqindje mbi shitjen. Do të jenë edhe të punësuar aty dhe nuk do të funksionimi i ligjit për katës për kooperimin bujqësor. Tani kjo reformë që unë po them. Tani kjo reformë që po them. Mendon që mund të vinë investitorët tek toka e një personi dhe nuk kanë besim tek zbatimi i kontratave. Dhe konsiderohen këto probleme me pronësim, konsiderohen një ndër pengesat e eksaktësisht dole tek shqetësimi. Jo, dole eksaktësisht tek shqetësimi që ne duam të zgjidhim. Një kontratë individuale ai nuk ka besim. Një kontratë ku janë 70 veta, ku ka një institucion gjysëm publik, sepse kooperativa është një institucion gjysëm publik, ku ka edhe pjesëmarrje të tjera, është e vështirë, është shumë më e besueshme dhe është e vështirë të thyet nga një individ. Në teori jam plotësisht dakord. Ajo po ndodh në Fushkruj ka 15 ditë që kërcet pushka si në Karadat. Pse? Për pronësinë e tokës, ku merret ne problem. Kooperativa ndryshe nga format e tjera të bërit biznes, kooperativa është një organizat që kërkon një administratim demokratik. Dhe ne fatkeqësisht në këto vite nuk kemi treguar as si politik, as me partitë politike, as si shoqëri që jemi të gatshëm të administrojmë në forma demokratike. Dhe si pasojë e mungesës dëshirës për të funksionuar me forma, me mekanizma demokratike, pra te kooperativat nuk kanë funksionuar nga momenti që u është ndërprer energjia nga jashtë. Momenti që kanë mbaruar parat e projektit apo parat e donacioneve apo qeverisë, kanë ngel sepse s'kan pas më interes të brendshëm dhe s'kan arritur të funksionojë. Kështu që nuk besoj se forma duke i mbështet, hajde bëjuni ju se po u japun para, ka për të funksionuar sepse ka pas dështime të mjaftueshme më përpara. Organizimi i zinxhirëve të vlerës. Ata debatojmë këtë çështje, pastaj kalojmë edhe në çështje tjetër. Vetëm duhet të kalojnë në hapësirë publicitare. Atëherë, çfarë do të ndodhi Shkelzen? Nuk është më situata, ndoshta ti ke parasysh situatën e para 10-15 viteve. Jo, janë përdit në terren. Po, atëherë situata vazhdoi të jenë përdit në terren. Mirë, mund të mos kesh disa informacione që ndoshta unë i kam atje për shkak të pozicionit, jo për shkak të diçkaje tjetër. Me të bërë ato kooperativat e para, ai 50 hektar që apo 100 hektar që tek ai pozicione ku kam qenë edhe unë në disa pozicione më përpara që më thuheshin gjëra të ndryshe, që sot kur takoj të njëjtat persona marrin informacione të ndryshe. Është ndriçuar tani. Për faktin se je tek pozicioni, kjo
disa raste që merren edhe informacione që e din që ju pëlqen ju që nuk e kam informacionin nga poshtë, Këllëzen. E kam drejt për drejt nga investitor të huaj. Atëherë, janë investitor të huaj, të cilët, sa po ne ti prezentojmë me një grup fermerësh, të cilët kanë rënë dakord që 70 hektarshin e tyre, 50 hektarshin e tyre, ta bëjnë të gjithë ta mbjellin një lloj. Dhe nga kjo mbjellje, ato do kenë pa diskutim të ardhurë shumë më të larta nga ato çfarë janë duke marrë sot. Me njëherë, kësaj kooperative, këti bashkimit, ne duam sa t'i bëjmë bashkë, sepse me njëherë këti bashkimit ne do t'i atashojmë një investitor të huaj. Dhe do jetë ky që do t'i bëjë. Aty me njëherë tjetër. Pa mirë pra, kur t'ashojnë që sot po fitojnë 500.000 lekë për hektar, dhe mbas kësaj historie do t'fitojnë 4 për hektar, do të merren vesh. Një hapësirë shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në debat. Rikthehemi në studio pas kësaj hapësire publicitare, duket se mungesa e fondeve, por edhe kredive nga sistemi bankar është një ndër problemet më të mëdha me cilin përballen çdo ditë fermerët. Qeveria ka premtuar zgjidhje nëpërmjet krijimit të fondit të garancisë, pra që të jap garanci tek bankat për të gjitha kreditë që fermerët për projektet e tyre do të kërkojnë. Sa do të realizohet kjo dhe cili do të jetë ndikimi, këtë do diskutojmë në këtë pjesë të fundit të emisionit, menjëherë pas insertit. Me një kontribut mbi 70% në rritjen ekonomike të prodhimit kombëtar, bujqësia shihet nga qeveria si një sektor me potencial të jashtëzakonshëm në zhvillimin e vendit. Shifrat tregojnë se janë mbi 350.000 ferma në vend, me një ndikim direkt në punësimin e mbi 45% të popullatës që vazhdon të jetojë në zonat rurale. Me po aq interes mund të konsiderohet edhe përmirësimi i balancës tregtare, duke ditur që vendi ynë importon mbi 500 milion euro produkte ushqimore çdo vit. Por, rritja e kapaciteteve prodhuese dhe çlirimi i këtij potenciali në ekonomi kalon nëpërmjet një sfide strukturale të konsiderueshme, atë të financimit të fermerëve. Të dhënat tregojnë se kreditimi i bujqësisë mbetet shumë modest, vetëm 1% e totalit të kredisë që jepet për biznesin. Burimi kryesor i financimit të fermerëve janë shoqëritë e kursim kreditit. Por, pse bankat ngurojnë të kreditojnë? I konsideruar me shumë risk, bujqësia qëndron ende jashtë fokusit të bankave. Kjo edhe pse fermerët rezultojnë më të rregullt se bizneset e tjera në kthimin e kredive. Dy vlerësohen të jenë pengesat kryesore. Mungesat e dhënave historike të nevojshme për përcaktimin e aftësive paguese të fermerëve të çdo lloji, dhe së dyti, mungesa e politikave të sigurimit të prodhimit bujqësor, e cila rrit ndjeshëm faktorin e pasigurisë në çdo investim. Përballë një situate të tillë, kryeministri Rama ka bërë tashmë publike zgjidhjen, që sipas tij do të vinë nëpërmjet një fondi garancie që do t'u jepet bankave që do të kreditojnë bizneset në bujqësi. Rikthehemi në studio. Zoti Guraj, zgjidh kjo formë e garantimit të kredive ngërçin në kreditim në bujqësisë? Propozimi për projektin e fondit të garancive nuk është zgjidhja përfundimtare, por është një hap shumë pozitiv për zhvillimin e një ndër instrumentet e zhvillimit të bujqësisë. Se sa do jetë efektiv duhet parë pastaj hapat të mëtejshme, se më duket se deri tani është në fazë studimi. Si do formatohet, si do funksionojnë. Por para se shkoshte fondi garancisë, unë duhet me marrë një përgjigje për pyetjet që bën ku kanë shku parat që janë investu deri tani nga AZBR-ja. Projektet që janë subvencionuar, sa efektive kanë qenë, sa eficiente kanë qenë, se kjo duhet bëhet publike sepse krijo fonde garancie sa duash mbrapa, po prap kjo agjenci do t'i menaxhojnë këto. Pra kjo është një përgjigje që përveç zotit ministri nuk besoj kush mund ta jap tjetër, po edhe fondi i garancisë është një hap shumë pozitiv që duhet ndjekur dhe duhet funksionojnë. Por hallkat fillojnë duke bërë bilancin e punës që ka bërë deri tani kjo agjenci për të qenë e besueshme për të vazhduar një projekt më të ri. Okej, unë nuk është se ju shmanga pyetjes që bët ju pak më përpara, por rrjedha e bisedës nuk më dha mundësi që të përgjigjesha. E dëgjova para shtresën tuaj për të patur një monitorim më të mirë të fondeve të grandeve që jepen bujqësi. Është një smundje e cila duhet ishte zgjidhur që kur kanë filluar skemat e para. Jo smundje, është një problem. Përfitojnë biznesmen që e kanë planifikuar investimin me paratë e tyre, marrin, aplikojnë për në Ministritë Bujqësisë, marrin sa mund të marrin aty tek fondi, mbleni benzë zi edhe kaq janë fondet e.
Okej, në qoftë se ke raste të tilla, zoti Gurra, absolutisht je i lirë ti denoncosh, mund t'i denoncosh haptazi, mund t'i denoncosh edhe fshehurazi. Ndjek paran që hedh deri ku ka shku. Me këtë pjesë jam plotësisht dakord. Me pjesën e parë po të them po që se ke raste denoncoj, ke edhe portalin pranë kryeministrisë që mund ta bësh edhe në mënyrë anonime. Dhe unë të siguroj që i ka patur edhe të tilla të denoncime të cilat po ndiqen nga institucionet. Themi tek pyetja konkrete për të vijuar pas për kreditimin. Normalisht, lidhur me monitorimin e eficiencës, absolutisht është çështje që qëndron. Duhet të ketë një mekanizëm për monitorimin e eficiencës. Mund ta kishte bërë zoti Marku që kur ka projektuar këto skemat e mbështetje, sepse ju çfarë keni bërë pa? Në momentin i lash në momentin sa. Atëherë, zoti Zusi, ju lutem. Bëhet aktualisht kjo ndjekja e investimit? Natyrisht i bëhet ndjekja e investimit, natyrisht i bëhet ndjekja e investimeve, por unë besoj se ka vend për tu përmirësuar kjo. Dhe zoti Gurra dhe njerëz të tjerë, zoti Vladi, të gjithë. Keni raste nga ato që denoncoi zoti Gurra? Ne nuk kemi konstatuar, ka denoncime, po ndiqen të gjitha denoncimet nga institucionet përkatëse, shifen, ka audit që i bën auditimet, po të ketë probleme pa diskutim që do t'i merr një vesh, por ekspert të fushës, njerëz, operator, njerëz të interesuar, njerëz nga opozita, ekspert të opozitës, unë do t'i ftoja në mënyrë më të sinqertë që t'na sjellin propozime për skemat të monitorimit të këtyre fondeve, pasi këto fonde në fakt nuk janë fondet e qeverisë, nuk janë fondet e mia, janë fonde që dalin edhe nga xhepi im. Pra janë taksa që dalin edhe nga xhepi im, edhe nga xhepi jot, nga xhepin e të pesdve, dhe të gjitha duhen kontrolluar. Jam dakord me atë që thotë Hysniu, që në qoftë se dikush merr para, ne si shoqëri jemi dakord që t'i japim atij këto para, por ai duhet marrë përsipër që të paktën harkun e 5 viteve, si tha Hysniu, na i kthej këto para në formën e taksave të shtuara, në formën e punësimeve. Paktën brenda 5 viteve të kthej ato që ka marrë, pastaj. Kështu që në qoftë se ka propozim, ne pa diskutim që do të punojmë në këtë drejtim, por edhe ftoj ekspertët për të. Përderisa e zauruam këtë çështje, mos i rikthejmë se minutat e fundit. Sa është fondi garancisë? Është menduar se sa do të jetë? Fondi i garancisë mund të shkojë shumë. Nuk po them shifra, por mund të shkojë shumë. Nuk është ky problemi i fondit garancisë. Nuk është problem a ka bindje apo jo qeveria nëse duhet vënë një fond garanciet, nëse ky është i dobishëm, absolutisht kjo bindje ekziston. Çështja e fondit garancisë është që ne të dizenjojmë mënyrën më të mirë të dhënies këtij fondi, sepse fondet e garancisë kanë dy rreziqe. Njëri rrezik është që mënyra e menaxhimit të tij të bëhet shumë e rrept dhe në këtë rast asnjëri nuk e merr, nuk përfiton njëri, në qoftë se bëhet shumë e rrept pra që të mos abuzohet, sepse fondi i garancisë ka shanse shumë të mëdha që të abuzohet. Nëse nuk bëhet e rrept, nuk e jep banka, se banka do garanci. Nëse nuk bëhet e rrept, ka shansin tjetër që të shpërdorohet, pra të merret kredia me fond garancie dhe të mos kthehet më. Atëherë pse është gjetur kjo rrugë në qoftë që nga mes dy zjarreve në një farë mënyrë? Sepse bujësia shqiptare ka nevojë për t'i dhënë financime. Unë jam ditë për ditë në terren, unë i shoh fermerët me kolateralin e tyre, me një cop tokë që ato kanë, apo ku diun se çfarë, ato nuk marrin kredi 30.000 euro për të bërë një tend rrushit. Dhe sot fermerin ne duhet ta zhvendosim nga gruri, që fiton 500.000 lek, ta çojmë tek tenda e rrushit që fiton 10 milion lek për hektar. Por tenda e rrushit don 30 milion lek. Dhe 30 milionin ai nuk e merr dot ndryshe veç se me fond garancie. Nuk e merr me kredi. Do prek skemat të tjera subvencionuese të qeverisë? Jo, do jetë skemë vete, do jetë financim vete. Sipërthithjen e investimeve përmes bankave për huat, ashtu edhe për investimet e tjera, një nga problemet që ekziston në Shqipëri janë çështjet e pronës edhe çështjet e dokumentacionit që duhet të ofrojë një investitor në bujqësi, po i themi investitor aty fermerit, qoftë investitor nga jashtë, por ai që sipërmarrësi që do të ngrejë një biznes në bujqësi, duhet të ketë dokumentat e pronës që ne s'kemi as tokës, as shtëpisë dhe as ndërtesave bujqësore nëpër zonat rurale, që është një nga problemet më të mëdha, pra janë një numër i madh, një shifër e madhe asetesh në zonat rurale që janë fizikisht atje, po që janë praktikisht të vdekura, sepse nuk futen dot, nuk kapitalizohen dot për t'i përdorur, për t'i kthyer në likuiditete përmes vendosjes si kolaterale. Është gjithë sistemi tjetër i dokumentacionit dhe për këtë gjithë shërbimi këshillimor që është jo efektiv për të ofruar mundësi që të përgatiten projekte siç duhet, përgatiten plane biznesi. Prandaj duhet fusim kooperativat që të ofrojë edhe shërbimin e këshillimit. Nuk e ofron okej, ky është një debat tjetër i madh që mund ta bëjmë edhe tjetër pa humbur minutazhin. Skemat e garancisë janë një instrument që kanë provuar në gjithë botën dhe në Europë
janë tashmë një mekanizëm i vjetër që janë efektive në nxitjen e kredis, kur kemi një sipërmarrës efektiv, eficient, dhe kemi një bank që pranon një pjesë të rrezikut. Tani këtu të futemi. Bankat kanë filluar të dalin nga ato që unë i kam quajtur bankat trotuareve, të japin kredi pa risk, mjafton që të kesh 150% kolateral me dokumentacion të rregullt në të jap kredit, pa e ditë se që është plani i biznesit, se çfarë plani ke biznesi dhe pa e vramenjen a do dalsh apo s'do dalsh i suksesshëm, sigurisht kjo çojë edhe ke 24% i kredive të rrezikuara. Tani skema e garancisë kërkon një farë pavarësie, menaxhimi, dhënia, lëshimi i garancisë me vendimarrjen për dhënie kredis janë dy gjëra të ndryshme. Dhënia e kredis nuk duhet të jetë vendimarrje e AZBR-s, duhet të jetë diçka vetë. Dhënia e kredis duhet ta ketë banka. Dhe banka duhet gjykojë mbi setin e kritereve që ka. I plotson kriteret fermerët shqiptar? I plotson kriteret për t'i dhënë, apo si plotson, ky është një gjykim i pavarur që duhet jetë i bankës. Dhe që të plotsojë këtë gjykim të bankës, përveç kushtit të kolateralit, dhe vetëm me kushtin e kolateralit futen, duhet jetë gjithë këtë sistemin paraprak. Duhet ketë dokumentacione pronësie, sepse garancia nuk ofron 100% të mbulim. Garancia e bergjit zakonisht ofron 80% të 10% të portofolit. Zoj Vladi, dhe ju si e shihni? Dhe vetëm për humbjet e para. Çështja e kreditimit, që ka shumë për të bërë për të lehtësuar kreditimin, ndryshimin e mentalitetit të bankave dhe mekanizmit të bashkëpunimit mes fermerit dhe bankës. Në të dy aspektet. Që të bëhet efektive. Me sa kam ndjekur, çështja e kreditimit, tani apo flasim për fondin e garancisë që qeveria do mbuloj për kreditimin e njësive vendore. Pra, këto njësi vendore do të kenë mundësi t'i drejtohen bankave për projekte të veta të infrastrukturës. Pra janë dy lloj, që janë dy kategori të mëdha. Dhe për këtë gjë, unë e kam ndjekur dhe është një nga fishat e decentralizimit që qeveria duhet të garantojë për kreditim. Ajo është një gjë tjetër. Ajo është një gjë e kaluam tani tek ferma direkt. Dhe për këtë, jo, se kjo duhet përmendur. Pse? Sepse kjo rrit automatikisht borxhin e jashtëm. Dhe edhe të marrëshmin. Po varet se ku do marri borxh, ka deklaruar do marrin borxh të njësi vendore. Për sa i përket kreditimit individual të fermerëve në Për sa i përket mikrokredis, unë ndoshta edhe për shkak të punës që kam punuar sa kohë me Ministrinë e Financave, e kam mësuar që një agjenci të sigurimit ne e kemi mbyllur, u harxhuan $10 milion dhe është mbyllur në 2005. Ka ndodhur edhe më përpara, është provuar kjo skem dhe është një nga skemat më të arta në kuptimin e keq të fjalës për të shpërdoruar para. Absolutisht. Po pikërisht ky është merak. Dhe në qoftë dhe për atë duhet të jetë pavarësia. Ky është merak, mos krijojmë një skemë që shpërdoron para. Risku duhet të jetë deri aty. Janë kredit, ne kemi kolegë tan më të rritur në moshë që kanë punuar me kredite e famshme KKF, kur unë i kam fshirë të gjitha pra ka abuzime, atër dakor që të mos zgjatemi. E para është risku i abuzimit. E dyta, që na është bërë shqetësim në Shqipëri. Për çdo gjë, ne mendojmë se si mund të na vidhet, që nuk është normale, po e themi. E dyta është risku i planifikimit dhe i eficiencës, dhe e treta është eficienca. Unë nuk mendoj se këto njësi vendore do të kenë mundësi dhe kapacitetet intelektuale që të merren vesh shumë mirë me qeverinë, në mënyrë që të bëjnë planifikime sa më të sakta dhe aty në fshat të mos e marrë kredin dhe pra të mos marrë kredin tjetër. Nuk është çështje e pushtetit vendor. Është çështje direkte biznes bank. Jo, po biznes bank, prandaj flasun, sepse çështjet e planifikimit nuk duhet varen nga banka dhe nga biznes, thjesht nga banka dhe nga fermerët. Kemi nga pjesa parë e emisionit për pushtetin lokal. Më duket do japë dy përgjigje zoti Zuti. Përderisa kishte edhe një interes nga zoti Vladi. E para, për sa i përket fondit të garancisë për bizneset në rastin kur do të kërkojnë një kredi individuale, dhe dyta, do të hyjë garant qeveria nëpërmjet një fondi në rastet kur edhe njësitë e reja vendore duan të marrin kredi?
Këtë pyetjen e dytë bëja Blendi Çuçit kur ta kesh në një jeni pjesë e një kabineti qeveritar dhe normalisht nuk ta jap dot përgjigjen për këtë, nuk e njoft këtë pjesë. Është një problem i vërtetë, nuk kanë arritur akoma bashkëpunëtorët të marrin kredi. Me kreditimin e pushtetit të ristrukturuar vendor, mendoj që ka akoma shumë punë me ligjin dhe me ngritjen e kapaciteteve që të mund të bëhen njësitë vendore financiarisht të tregojnë që janë financiarisht besueshme për të siguruar kredi qoftë edhe me garancinë. Ja blen qëndën e re që ditën e parë shkollës, a kupton? Nuk duhet ta meritojë këtë gjë pasi marrë klasën e parë. Nuk ja jep diplomën që ditën e parë. Ti do t'ja japësh që në fillim, ti do t'ja japësh që në fillim fondin, do t'ja garantosh fondin në mënyrë që këto njësi lokale të kenë mundësi të kreditohen. Sepse për ndryshe nuk grantin pushtetit vendor që të ketë mundësi të aftësohet. Të fokusohemi te krediti individuale, se jam në minutat e fundit. Atëherë, nuk doja të krijoj ndonjë keqkuptim me atë përgjigje. Ishte i çikështu edhe për batut, por më dalin bol problemet e Ministrisë Bujqësisë pa dashur të hyjnë problemet. Fondi i garancisë për individët. Fondi i garancisë për Do individët jetë për kredi deri në një mas të caktuar, do jetë për të gjitha bankat, do ketë një përzgjedhje si do operohet. Për të gjitha llojet e kredive për qëllim bujësor dhe agroindustrial. Për investime, vetëm për rastin e investimeve. Për investime, për mbjellje, për çdo lloj nevoje që ka fermeri pra për të marrë një kredi. Fjala vjen thash, për të bërë një tendën e rrushit duhen 30.000 euro. Po është investim konsideruar. Ky është investim i konsideruar. Në këtë rast, qeveria mund vendosi 50% garanci mbi kredin që do ta japi një bank. Pra do jetë banka ajo që do të vlerësoj dosjen e kredis, do të vlerësoj plan biznesin, dhe banka në momentin që i thot, po, ky është një investim për tu financuar, sepse ka të ardhme, atëherë fillon e shef pjesën e kolateralit, sepse banka nuk jep investime për të marrë kolaterale. Banka jep investime për të marrë përsëri para mbrapsht. Bëri vlerësimin, atëherë thot, tani, sa siguri kam që unë këto para, në qoftë se ky plan biznesi nuk funksionon, unë do t'i marrë mbrapsht. Në qoftë se si marrë mbrapsht, çfarë i marrë këtij biznesi, çfarë i marrë këtij fermerit, me një tokë që kushton 10 milion lek dënymi, që ajo nuk e din e shet apo se shet do të ma, ajo nuk futet fare dhe nuk e financon këtë. Atëherë i thot qeveria, i thot qeveria, dhe që se vendos fare për gjëra tjera, atëherë i thot qeveria, jepja, në qoftë se ti e vlerëson se ky plan biznesit është i mirë, dhe është prodhues, atëherë, merre ti riskun 50% apo 40% i thot banka, sepse dhe banka duhet të digjet, dhe 60% të tjera, apo 50% të tjera të kësaj krediet të pakthyer, do të t'i kompensojnë. Ka rrezik që qeveria të tregohet, ose në fakt institucionet cila do merren me menaxhimin e këtij fondi tregojnë selektive në garanci që mund t'japin për një... Jo, atë do t'a bëj banka. Për një person që do të kërkoj kredi apo jo, në lëshim në garancisë. E gjitha varet se si bëhet modeli. Ka modele që lëshimi i garancisë bëhet automatik nëse banka në lëshimin, në miratimin e huas ka plotësuar një set kushtesh, dhe unë si vendimmarrës që lëshoj kredin, nëse mund të vërtetoj që këto kushte janë plotësuar, kredia është automatike, ka raste tjera selektive, sipas prioriteteve, sipas zonave, kjo varet nga modeli që do zgjedhë Ministria. Unë mendoj që kredia automatike, garancia automatike me plotësim kushtesh, është mekanizmi më i mirë për të evituar korrupsionin dhe për t'i garantuar bankës që nëse unë e jap po, do e marri kredin. Të dashur miq, kemi folur sot për bujqësinë e cila duket se do të ketë një rol shumë të rëndësishëm, gati prioritar me reformën e re territoriale administrative, janë kryetarët e rinj të 61 bashkive tashmë, të cilët përtej menaxhimit të qyteteve duhet të merren edhe me menaxhimin e të gjithë zhvillimit rural të komunave që ju janë bashkuar njësive të tyre vendore. Duhet bashkëpunim me qeverinë, por mbi gjitha mbetet një sfidë për ta për mënyrën se si do të mbështesin fermerët, jo vetëm në aktivitetin e tyre të përditshëm, por edhe nëpërmjet investimeve, për të krijuar kështu shërbime të bazë, të cilat do të jenë më vonë të domosdoshme, jo vetëm për të prodhuar, por edhe për të nxjerrë në treg prodhimin aty ku do të jenë dhe efektet pozitive për të gjithë konsumatorët. Unë falenderoj të ftuarit e mi mbrëmjen e sotme, zotin Zusi, zotin Gura, zotin Marku, zotin Vladi, që ishim në këtë panel. Ju rikujtoj ritransmetimin e këtij emisioni nesër në Channel One në orën 13 dhe ditën e njëjtë në 23:30 në televizionin Ora News. Ju lë takim të martën e ardhshme në orën 21 në Ekopolitik. Natën e mirë.